Wow. Jemi kombinuar. Fondente nero me congelazioni di oro dorato. Gjeni ndryshime mes kostumit time dhe të Florit. Skandalos. Flor, kemi një lajm shumë të mirë. Ha një shqyqyr filloj. Duhet të urojmë popullin hungares për zgjedhjen dhe për kurajën që patëm për të instaluar një autokraci 16 vjeçare. Gëzim andej, por javë zije këtej. Javë zije për numrin 1 Correli dhe për numrin 2 të Shqipërisë. Se kush është numri 1 i Shqipërisë, presidenti? Se jemi dhe në sy të botës, na shikon tërë bota në televizor. Pra ne po them ta sqarojmë. Po e sqarojmë për ata që din se ky e di. Numri 1 është Belinda. Po, Belinda sa ajo ka kap. Fakt do të thënë që miku i kryeministrit Viktor Orban nuk fitoi zgjedhjet, i humbi pas 16 vitesh që ishte në pushtet. Orbani, ose siç e thret vet Edi, kush ta bëri këtë gjë motori. Baje vetë tori. Mos bëj kështu tori. Se gjithë i burr o tori. Hajde. Le të shpresojmë fakt që tori të ishte dominoja e parë e të gjithë torëve të tjerë autokrat të rajonit, e ti marri kështu të gjithë përpara. Paç fatin e torit edhe ti joni që jemi këtu. Dhe të lëmë goja donja se me aq domino sa lutën për lulishtet e Shqipërisë, edhe doppio gjashtën e korrupsionit do e hedhin edhe. Darzajmë tash. Por Flor, lajmet e mira nuk mbarojnë me kaq. Që nga kjo javë kështu? Po. Shteti më në fund u shkund, pasi ne tundëm mirë dhe ka filluar të hetoj call centerat, të cilët ne kemi denoncuar që në fillim të këtij sezoni. Po është një lajm gjysmë i mirë. Po pse është gjysmë i mirë? Po është gjysmë i mirë, po duhet vinin austriakët që të vinë në lëvizje gjithë shteti. Ndërkohë që ne kemi denoncuar me emra, me adresa, me pamje dhe policia nuk ka lëvizur as edhe një gisht aty ke mausi, as një gishtin e mausit. Ndoshta unë them, ndoshta, si mendoni dhe ju? Mos është mirë që ne t'i bëjmë investigime në gjermanisht? Ide brillante, jepi. Si mund t'ishim për shembull ne në Gjermani? Eine Skandalen, die Albanie, die Callcenter, kochen now, 991, 995, 996, ich liebe dich, ja! Po piranjave si thon gjermanisht? Und der Ama Flor, reagon apo jo shteti ndaj call centerave, e rëndësishme është që ka reaguar vetë call centerat të parët. Ja! Ich habe so rede gefasst hier! Falkëm gulje son! Këto sipërmarrje kriminale u ka hyrë frika dhe ka ndryshuar strategji. Nga kullat e Tiranës ku qëndronin serbes, tashmë janë transferuar në vila më periferike, duke shpresuar kështu që nuk do të hetohen. Çiki me hap dhe ne punë vetës. Ishin mirë aty në qendër. Ishin qendër pak, ishin gjatë qendër. Tani janë për hap në për periferi dhe hajde ti gjejmë. Por, sa do kangjella, roje, e ku di gjeon kamera të vendosni ju, ne do ju gjejmë dhe nuk do ndalim emisionit tonë për t'i nxjerrë në pa këtë skem mashtruese që përshvat me miliona njerëz. Kaq. Praktikisht si Donald Trump me Hormuzin. Më keq akoma. Dhe ne kemi Donald Trumpin ton. Iranianin ton. Luela Gaxha. Këtu. Luela Gaxha. 2 ditë më parë, policia e shtetit doli me këtë komunikat. Më datë 16/4/2026 u krye kontroll në një ambient në pronësi administrim të shtetasit me iniciale FK në fshatin Bërzhit, ku në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë policore kryej mashtrim kompjuterik në formë call centeri. Nga ambienti u sekuestruan njësi kompjuterike dhe celular që do t'i nënshtrohen ekzaminimeve për të përcaktuar qëllimin e përdorimit të tyre. Subjekti është i regjistruar me aktivitet në fushën e turizmit mjekësor dhe për këtë shtetasi me iniciale FK ka paraqitur dokumentet. Hetimet vijojnë për të dokumentuar rrethanat e rastit. Se çfarë ka ndodhur atë ditë dhe si rodhën ngjarjet, do t'ju tregojmë tani, hap pas hapi, me detaje. Sepse ne ishim aty dhe hym të parët në brendësi të strukturës ku kryej ky aktivitet kriminal.
Zanafilla e kësaj historie nis 3 muaj më parë, kur pas denoncimeve tona të vazhdueshme, pronarët e call centerave mashtrues ndërruan strategji, duke mos u ndjerë më të sigurt në kullat e qendrës së Tiranës. Po shpërngulen gjithnjë më shumë periferi, po evitojnë pallatet e qendrës se bien shumë sy. Duke parë që u po sensibilizoni çdo javë dhe banorët e pallateve, administratorët janë bërë dyshues, edhe mund të prishin punë. Ju telefonojnë juve ata, për shembull, ju vini, rritet tensioni aty. Kurse periferia është e qetë, shumë sigur se merret një vit me qera, me obor, me gardh apo me mur, që ju mos keni asnjë mundësi të afroni fare. Për këtë të fundit nuk mund të vihet bas, sepse ne e provuam jo vetëm të afrohemi, por edhe të hyjmë brenda ambienteve të një vile që ishte zhndërruar në një call center mashtrues. Është e mërkur, 16 prill 2026, dhe jemi drejtuar për në Bërzhit, atje ku në një resort me zgjelbërimit është instaluar një call center mashtrues me rreth 100 punonjës. Në realitet, pas një informacioni nga brenda, kishim më shumë se një muaj që e mbanim nën vëzhgim, duke dokumentuar hyrjedaljet dhe punën që bëj çdo ditë me qëllimin e vetëm mashtrimin e shtetasve të huaj me investime fiktive online. Dhe kamuflimi i këtij aktiviteti ishte turizmi dentar në Shqipëri. Pasi kemi vëzhguar për disa ditë me radhë, duke zbuluar të vërtetën, dhe për më tepër kur kemi kuptuar se lëvizjet e fundit në policinë e shtetit po preknin personat që nuk po lëviznin asnjëherë pas denoncimeve tona të vazhdueshme, vendosëm që ishte momenti i dur për të ndërhyrë. Për më tepër, kur kuptojmë që personat që kujdesen për sigurinë për momentin nuk ndodhen në vendin e punës. Hama çuna ju kapa? Ndërsa ne jemi përballur me grupin e parë, dikush me shpejtësi fik dritat, me sa duket me qëllim që t'i jap kohë kolegëve për t'u larguar. Përshëndetje, si jeni? Luela nga Piranja, ju kapëm në punë? Pse po dilni? Çfarë aktiviteti kryhet këtu? Pse po dilni gjithë? Oho, sa shumë, ju prishëm ditën, thash. Punonjësit janë të gjithë në panik dhe tërësisht të hutuar, aq sa nuk din nga duhet të dalin. Po ka dyrë, mo, pse dilni nga dritarja? Ka dyrë, pse dilni nga dritarja? Pse dilni nga dritarja? Hajde, po dalim, me bashkë me ju. Punonjësit është shpërndarë në çdo cep të vilës, nuk din më se nga të ikin, ndërkohë që parkingu jashtë është në kaos total. Ndërkohë, nga brenda vilës, punonjës të tjerë vazhdojnë të dalin, dikush duke vrapuar, dikush duke mbuluar fytyrën. Djalë, pse po zbritni? Në momentet kur të gjithë po ikin nga syt këmbët, një objekt i zemëruar vjen thuajse me vrap drejt nesh. Pse ikni me vrap? Kush është menaxher këtu? Ti çka ke tash? Kush është menaxher këtu? Tu çka ke? Po ti po çfarë filmon? Jo, me dorë. Duke u lëritur dhe duke kërkuar të na heq kamerën nga duart. Jo me dorë. Ule. Këtu duhet të sqarojmë një herë mirë diçka. Jo ky objekt që as vetë se di se çfarë kërkon, por as të tjerë përpara e pas tij nuk mund të na pengojnë të bëjmë punën tonë në shërbim të qytetarëve dhe të vërtetës. Pavarësisht tentativave të tilla të dëshpëruara, ndërkohë që arratia masive e mashtruesve grupe vazhdon, dhe dikush nga udhimi ka humbur tërësisht orientimin, duke përfunduar në breg të lumit. Kaj sfort jeni, me gënjë njerëzit me marrë lekën, dini ju, kaj sfort jeni. O çona, hama nuk ju vjen zor që vjet një lek njerëzve, s'ju vjen zor fare, s'keni ftyrë, gjithë kjo çunë me punu me vjet, ku mund bësh një punë të ndershme, s'ju vjen zor fare. Pse ikni me ju sikur keni mbrojtje, sikur jeni të fortë, pse ikni? Sa lek më nxjerrë muaj me këto vjetje? Se seci vjetja, prandaj po ikën. Ku do shkosh tani të punosh? Jo vetëm hajdut, por edhe arrogant e gojpistët. Si për shembull, ky objekt tjetër që në dalje të vilës shpalos arsenalin e fjalorit të shtëpisë dhe familjes së tij. Pse shan? Po ik pas pas. Kapa duke vjedhur, kapa duke vjedhur. Sa edukate. A t'ke turp? Ha. Jo, është më ditë në punë sot, a? Na vjen shumë keq. Për të gjithë ata që nga tastiera do të nisin justifikimet e këtyre individëve dhe sjelljes së tyre arrogante, duhet të sqarojmë se këta të rinjë të reja, pjesë e call centerave mashtrues, janë me vetdije të plot bashkëpunëtor në vjedhje. Ata zgjohen çdo ditë me idenë se kë do të mashtrojnë dhe kujt do t'ia zhvasin paratë e kushtyera, dhe kjo bëhet një lloj mënyre e të jetuarit,
mjafton të shihen veshje dhe mjetet e tyre luksoze për të kuptuar se cili është projekti i tyre afatgjat. Ky është një nga kompjuterat që duket se ka punuar një nga operatorët në këtë call center mashtrues. Gjithsesi ne jemi duke pritur policinë që të shikojmë se çfarë ka brenda këtyre kompjuterave. Ja, tu shikojmë kompjutera të tjerë. Shohim një shishe verë që me sa duket duhet festojnë për vjedhjet dhe arritjet që bëjnë. Këtu është një tjetër ambient, duken qartë kompjutera të cilat momentalisht janë fikur për shkak të pranisë tonë këtu. Vetëm një kompjuter që ka rezistuar i hapur, ambiente, të poshatisura, kompjutera të mbyllura. Struktura është ndarë në 15 ambiente zyrash, në të cilat operonin rreth 100 persona, mes operatorëve, konsulentëve financiar, të gjithë tashmë të larguar në panik. Por me sa duket, dikush ka kërkuar të marrë masat që asnjë material të mos ngelej në dorën tonë dhe ka ndërhyrë në sistem nëpërmjet një programi që komandon kompjuterin nga distanca. Fshirë çdo gjë. Siç tha më herët, call centeri mashtrues ishte kamufluar me shërbime për turizmin mjekësor dhe për ta fshehur sa më mirë ishin vendosur tabela reklamuese të këtij aktiviteti fantazëm. Gjithashtu, punonjësit ishin të gjithë të pajisur me kontrata individuale pune, të firmosura nga punëdhënësi Franz Korteshi. Ndërkohë, në territorin e vilës kanë bërritur patrulla e parë e policisë dhe pak minuta më vonë mbërrin edhe agentët e krimit ekonomik në drejtorinë vendore të policisë Tiranë. Puna jonë është mbyllur këtu, duke lënë gjithçka në dorë të organeve ligjzbatuese, të cilët shpresojmë që në ndryshim nga eksperiencat e mëparshme që kemi pasur me ta, të bëjnë me përgjegjshmëri punën e tyre. E keni thyer ligjin për shkak të lidhjeve politike që keni, prandaj jeni kaq i qetë me deputetën. Po s'është e vërtetë. Shkoma deputeti është punë e saj. Sonte do ju tregojmë në mënyrën më të thjeshtë se si pushteti dhe palishmëria ecin paralel, pa u merakosur as pak për dëmet që mund t'i shkaktojnë komunitetit. Ky zotri quhet Alion Çakëri, biznesmen, drejtori i qendrës së peshkimit në Vlorë dhe pak patronazhist. Se ne kemi në vikin madhe, bish pangëm dot. Mirë. Se pra që janë të punë patis me munges. Por në fakt, nuk duhet të ishte ky thelbi i kësaj historie, nëse disa gjëra nuk do të ndërthureshin në mënyrë perfekte. Siç ju a tham edhe më sipër, Alioni është drejtori i qendrës së peshkimit dhe si i tillë, në vend që të mbrojë hapësirën publike dhe aktivitetin e peshkatarëve që operojnë aty, ka zgjedhur të zaptojë një pjesë të lakmueshme në zonën e triportit të Vlorës, atje ku mes qindra barkave të peshkimit ka mbir ky mol për skafe e jahte që pritet të pasohen nga të tjerë në të gjithë gjirin e zaptuar, duke krijuar një stacion të mjeteve ujore për turistët në dëm të peshkatarëve. Ku është ky porti që parkojnë këto jatet e skafet? Me këtë duhet me fol për këto. Është Alion Çakëri. Çfarë është ky? Patronazhist që ka këto, parkuar të motani parkuar. Si parkon me pagesa, si mund të? Tu vetëm ka ngel pa pagesë se oksigjeni po më duket si pasinjave. Ja ti parkon ai beu këtu Alioni. Këto të komore këtu. Këtu parkohen gjithë skafet. Po këtu. Atje ka zyrin Alioni. E ka fjalën për këtë ambient, përpara të cilit është vendosur një tabel ku qëndron i afishuar ky numër, që pretendohet se i përket subjektit Olsen Sherifaj. Këtu duhet të sqarojmë diçka. Olsen Sherifaj është shok i ngushtë i Çakërit, pra me pak fjalë ky i fundit ka përdorur emrin e mikut për të fshehur biznesin e tij. Por siç e dëgjuat edhe nga fjalët e peshkatarit, të gjithë në zonë e dinë se bosi i këtij aktiviteti në dëm të peshkatarëve është ai që duhet i mbronte, Alion Çakëri. Ky është besniku i partisë që ka marrë. Ky është sport peshkimit do burr, po këta na kanë ardhur tonë ngul këtu. Ky është sport peshkimit. E pas ka marr partia, bra. Po partia. Skape duhet ishin ande me radhima, po ande e shiten i dhan privat. Tu kanë gjetë këto tani. Gjithmonë kanë zaptu, jo kanë marrë. Edhe ju rrini këtu nuk bani za hiç. Çka kanë me bënë? Pavarësisht se duket sikur i kanë humbur shpresat për të liruar hapësirën e tyre, në qershor të vitit 2024, Inspektoriati i Peshkimit ja adresoi këtë abuzim institucioneve përkatëse, duke u shprehur se ankorimi i mjeteve turistike dhe parkimi i një numri të madh të tyre
është bërë pengesë serioze për ankorimin e mjeteve të peshkimit. Si pasojë, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ndërhyri gati një vit më vonë, duke konstatuar se moli rezulton të jetë pa autorizim ose leje përkatëse. Por vetëm një ditë më pas, në mënyrë të pashpjegueshme, ky lajmërim u anulua. Me pretekstin se ishte vendosur në kuadër të testimit të procedurës së inspektimit online. Dhe në kuadër të këtij testimi, mes qindra masave, Dora pasa ka për rastësisht një mol në triport që gjithashtu rastësisht qenë ka abuziv, kjo po që është rastësi. Prandaj, siç mund të merret me mend, biznesi nuk u ndal, madje pedani pruskues i drurit u zgjatua, ndërkohë që lindi nevoja edhe për pak publicitet të këtij aktiviteti zaptues. Siç e do rasti, në video shfaqet vetë bosi i këtij aktiviteti, Alion Çakëri, i cili inspekton punimet nga afër. Se po gënje? Për të unë s'kam asgjë këtu. Je sigurt? 100%. Alioni e mohon, por në numrin e afishuar, kush do të përgjigjet? Alo, përshëndetje. Erdha deri këtu tek porti, te moli jot. Desha me fol se i kam ca njerëz që vinë dhe desha me fol më shumë për ca skafe. Nuk vonon shumë dhe bosi vjen bashkë me punonjësin e tij, i cili për rastësi është vëllai i një prej inspektorëve të IMT-s Vlorë. Gjëra që ndodhin, jemi vend i vogël. Unë jam Alioni. Që duan vë në det apo në tokë? Ata i dojnë tokë, me ardhë me ullë me thanë skafin këtu, arrin një dita, 2 dita, kur mund flasë. 5 metrë. 10 metrë trosha pagon 500.000 lekë në muaj. 10 lekë, 20 lekë dita. Edhe si shkojnë atje te skafi? Kam jetë i qonë. I qonë labë në poshtë, dhe qoftë ti numrin e ke, por çdo gjë e rregullon. Një vllai. Ajo çfarë dëgjua deri tani është vetëm nisja e kësaj historie e abuzimi. Sepse këta dy individ, Alion Çakëri dhe ortaku i tij Olsen Sherifaj, gjithmonë duke përdorur emrin e këtij të fundit, kanë marrë edhe një hapësirë tepër të lakmueshme në gatdishullin e Karaburunit. I klasifikuar si zonë e mbrojtur. Hapësira prej 2030 m2 tokë i është dhënë në përdorim për qëllime turizmi Olsen Sherifaj më 3 tetor të vitit 2025 me afat kohor 1 vjeçar. Konkretisht, aty ka nisur punimet për të ndërtuar një beach bar dhe një mall. Mande nga ajo Karaburuni si ka shku këti më? A hapi apo ja akoma? Akoma si kana. Kur e hap? Po me ditë besoj, do përgatitje. Ose më kanë thënë që do të bëjnë diçka të bukur aty, kanë bërë me beach bar me xhana. Ka punë shumë me. Po të mbi 100 metra këtu në punë. Një 100 ta komune punë. Busha të gjitha kjo këtu. Ja vjen mbi 300-400 makina në bërë. Ato do ikin dhe në Karaburun. Bë dale bukur atje struktura aty, aty dale bukur. Kanë edhe një 60-70 metra kub dëras. Ja me atë ka i dëras. Me atë ati në dëf. Kush me dëras aty edhe lift bas gomonet të driq. E me sa rrugë keni çu deri atje? Po ja 6 rrugë. E çfarë do të çoni edhe këta tjera, cilat janë ato që do të çoni? Ja, ato aty e mole lumburka. Do t'i vënë për kështu për varkat, me parku varka. Dhe për gjithë këtë masakër mjedisore, më 27 mars të vitit 2026, IKMT mbajti këtë proces verbal, duke konstatuar kundërvajtjen punime ndërtimi pa leje ndërtimi, konkretisht ngritje strukturash të përkohshme, pedane dhe pasazhe druri, të vendosur mbi formacione shkëmbore, që i përkasin zonës së mbrojtur dhe vijës bregdetare. Atje për momentin e kam pezulluar. Problemet e Mbështeta? Po ata i zilla i më burë, se i ka shefen aty. Të cilën do t'ju prezantojmë pak më vonë. Po ka dhe shefat tjerë, janë gjithë shefat aty. Ka dhe shefat probleme me një tjetëri. Këto dihet se si është, nuk të lë, kur mundosh të punosh të lë shteti. Kana 3 ditë që thanë çuna që kanë me ndaluar, thanë nuk na lënë. Alioni, ashtu të shkuni në qika tjetë e vendi apo ja? A shkon rrin atje? Para 10 ditësh ishte. Po përveç se kanë zaptuar në mënyrë të palishme triportin dhe gjirin e Karaburunit, çunat e partisë kërkojnë të vendosin edhe një pikë të madhe ankorimi për mjete ujore në mes të plazhit publik. Po nga e gjejnë gjithë këtë guxim, duke shkelur hapur ligjin dhe duke mbyllur çdo problem që mund të shfaqet me institucionet, besojmë se të paktën vlonjatët e marrin me mend. Alion Çakëri është kushëri i parë me deputeten socialiste të Vlorës, Briseida Çakëri, njëri mjaft i afërt me lidhje gjaku dhe politike me të. Fisi Alionit ka qenë i lidhur gjithkohës me politikën. Mos se vëri mendje fare atë. Kanë adresuar tamam këtë duaj. Ishte pikërisht zonja Çakëri, e cila duke përfituar edhe nga posti i saj si pedagoge, tentoi të improvizojë një takim të paraqitur si konsultim me operatorë turistik, menjëherë pas një aktiviteti me student në ambientet e Universitetit Ismail Qemali. Në këtë takim ishin të pranishëm edhe deputetë të tjerë, përfshirë një përfaqësuese të Partisë Demokratike. Deri në këtë pikë, gjithçka paraqitej si një aktivitet normal institucional, por ajo që ndodhi më pas ndryshoi plotësisht kuadrin. Personi që ngriti konkretisht kërkesën për vendosjen e stacionit në mes të plazhit ishte Olseni, pra bashkëpunëtori i ngushtë i kushëririt të deputetes, i prezantuar si drejtues kompanisë të mjeteve ujore, ai ngriti shqetësimin për mos lejimin e zhvillimit të biznesit. Mua më vjen shumë keq që vita ankohen si lonjat
tek ju. Shumë shpejt u bëhet qartë se qëllimi real i takimit ishte mbështetja për biznesin e kushëririt të parë. Dhe për këtë, deputetja socialiste do të kërkonte të përfshinte edhe opozitën. Një lloj politikisht korrekt. Në kuadër dhe afër sezonit turistik, ta bëjmë diskutim, mos i ndryshojmë problematika se kam dëgjuar nga mua, që dëgjoj nga ju që jeni të prekur tamam nga kjo gjë. Dhe më pas të shikojmë se si do të shkojë gjithë mbledhja. O bëjmë tani këtë punë, o nuk e bëjmë më vonë. E bëjmë tani ose nuk e bëjmë më vonë. Qëllimi në dukje është të ndihmojë kushëririn për të marrë stacionin e ankorimit në mes të plazhit, por nga ana tjetër kërkon të krijojë presion dhe sulm politik ndaj drejtimit të bashkisë në funksion të ambicieve të saj. Për fat, përpjekja e 3 personave ka sjellë reagim të fortë në opinionin publik. Shoqata e turizmit dhe pronarët e bizneseve të lungomares kanë reaguar përmes një peticioni, duke kundërshtuar këtë nismë dhe duke paralajmëruar rrezikun e lartë për jetën e pushuesve. Ata e konsiderojnë këtë një hap drejt përsëritjes së një tragjedie të paralajmëruar, asaj të jonatës 7 vjeçare në Potam. Dhe për më tepër, sipas tyre, ekzistojnë zona të tjera të përshtatshme për këtë aktivitet. Alioni, deputetja, biznesi, palishmëria, partia, të gjitha në një paket. Sidoqoftë, partia e para është e hënë 13 prill 2026. Kryeministri Rama ka një takim me strukturat e Partisë Socialiste në Vlorë në të njëjtën ditë kur ne kemi shkuar të takojmë bosin e skafeve. Alionin, a din gjë? A ka ardha vjena? Vjena nuk është tani, po edhe vinë. Alion, ore, kanë ardhur një dy këtu, flasin me ty. Alion, si jemo? Qa bane? Si dukesh? Ideja është me pru një 2 varë ka këshu për pasagjer, nga 15 vend që. Po, ore, sa do rishti këtu? Se ne kemi në vend dhe një me dhe gjus kemi një makim, nuk ish magem dot. Ishte Rama, po, se pash. Partia e para, e tham. Nuk ish magem dot në një me dhe gjus, në dera ora 2 me dhe gjus besoj. Maroj punën dhe jo vi direkt atje në triport. Mirë. Se pra që janë këto punë të partisë me mungesa. Jo, morë për i të zotë, është detyrim i parë. A kena në i mundësi me balën e i gjiro me pa pak vendet ta? E ke mundësi, po sot se ke kore duar di për të punë. është mirë të flasim një paraprakisht të të gjera unë të dish edhe me numrin dërgoj mesazh. Mirë. Sa të marrë do të marr telefon. Sidoqoftë, për ta folur nga afër me Alionin, do na duhet të presim pak gjatë, derisa të mbaroj takimin me të madhin dhe pas 2 orësh, më në fund, Matilda, gazetare nga emisioni Piranja. Si u shkoi takimi sot me të madhin? U lodhët? Shumë mirë. Po këtu si u shkon puna? Shumë mirë. Si ka mundësi që ju thoni shumë mirë dhe ndërkohë ju kanë ndaluar punimet pa leje që keni bërë të gjiri Karaburunit? Po s'kam punim pa leje, s'kam ndërtimin Karaburun. Në fakt ju, sepse këtë e thonë të gjithë bashkëpunëtorët tuaj që janë këtu dhe që në pyetën. Po kush bashkëpunëtor? Të gjithë punojnë si tuaj, njerëzit e tu. Po mirë, fol çik me qetësi, që e ditë është e qartë, mos hajde fry. Jo, jam shumë e qetë dhe patjetër e mirëpres kundërshtimin tuaj. Ulemi do sqaroja pa mikrofon, pastaj. Atëherë shiko. Ideja është që ne kemi ardhur për informim publik, kështu që pa mikrofon nuk na intereson, por nëse ti je kaq i hapur dhe kaq i qetë sa thua, atëherë le të flasim, këtu jemi. Ti marrim nga fillimi, edhe filmohemi nga bashkëpunëtori yt, vllai punon si ti më tës apo jo? Jo. Jo? Nuk jeni vllai Armandos? Jo. ta arrish deri aty sa të mohosh veten dhe vëllan? Se ma kanë dhënë informacionin bashkëpunëtorët tuaj këtu, po gjithë flasin shumë. Po, të drejtë ke. Okej, doja t'ju pyet, se ju jeni drejtori i qendrës së peshkimit apo jo? Po, e kuptoj. Si ka mundësi që një drejtori i qendrës së peshkimit bën biznes me një hapësirë publike dhe që duhet të punojë për interesat e peshkatarëve, sesa të ndërtoj një mol këtu pa leje, pa çdo gjë? Molin, nuk ka mol këtu. Po ju përshtaj jeni këtu, se ne ju e morëm telefon për molin. Nuk zë që mua. Ju më keni marrë me telefoni diku tjetër? Nga bashkëpunëtorët tuaj? Jo, është gënjeshtër kjo. Me numrin dërgoj mesazh. Po ke gënjeshtër. Po ju për çfarë erdhët? Për diskutuar për biznesin apo jo? Ky zotëria në telefon. Po? Më tha kam 2 barka të shkojnë Karabrun. Tha kam 2 skafe dhe duam që t'i stacionojmë këtu. Shiko, zotëria është bashkëpunëtori im. S'kam në Karabrun asgjë. Për çfarë erdhët atëherë nëse s'keni mund ta thoni në telefon këtë gjë? Po jo, pra tash ne shiko. Ne kemi sy edhe shkudo, e kemi të gjithë informacionin dhe ne prandaj kemi ardhur që diskutojmë me ju. Mendoj që ju mund të jeni të hapur. Ka problem ma që. Po jo, ne duhet sqaroj, keni nevojë për ujë. Ja ku i kemi një ujë këtu, të lutem mund ndihmoni, t'i japim një. Shiko, keni punuar pa leje, keni ndërtuar molin këtu. Po gënjen. Se kush po gënjen këtu, më mirë gjykojeni vet. Sidoqoftë, le të vazhdojmë t'i paraqesim fakte të tjera drejtorit të peshkimit. Me letra keni futur Olsenin, ortakun tuaj. Po Olseni është në punë të tij ka 15 vjet në këtë biznes, Po këtu jeni ju apo jo? Për çfarë jeni këtu sot? E keni thyer ligjin për shkak të lidhjeve politike që keni? Prandaj jeni kaq i qetë me deputeten. Po s'është e vërtetë. Shkoma deputeti është në punën e saj. Ndihmon dhe kushërin apo jo? Mirë do ishte, po nuk më ndihmon. Nuk janë këto punëtorët, nuk është ky moli juaj këtu që staciononi këto skafet? Madje ne kemi bërë pazar me ju.
ju, para disa ditësh. Po pse nuk gjerë Olseni aty? Nëse është Olseni? Po merr Olseni telefon, ai mori mua telefon. Po pra, sepse ju jeni zoti dhe në krye të çdo gjëje, ndërsa në letra figuron Olseni, sepse ashtu duhet vepruar për të fshehur gjurmët. Na keni thënë për skafet që mund paguajmë qira ditore 30 deri në 40.000 lekë, ndërsa qira mujore 500 euro. Po gënjë. 10.000 trosha pagon 500.000 lekë në muaj. 13 lekë 40 lekë dita. Unë s'kam asgjë këtu. Je sigurt? 100%. Pse ke ardhur këtu atëherë? Se morë telefon. Pra, për këdo që e telefonon, Aloni shfaqet i gatshëm për të takuar. Ore, pse duhet ta takojë një njeri që se njoh? Ti duhet të mbrosh interesin publik dhe peshkatarëve apo jo? Interesin tim e kam mbrojtur. Interesin tënd po të bën më së miri është e vërtet, duke abuzuar dhe duke kthyer në biznes privat, po peshkatarëve do ta mbrosh. Tu ka emër. Alon Çakëri në krye dhe Olsen Sherifaj pestanom. Po është gënjesht. Ti bravo qoftë që bën ke kurrë po mashtron. Se mos kem kuraj, për të nxjerrë në pak këto abuzime që ju po bëni, duke përdorur postin tuaj dhe lidhjet politike. Je sigurt? 100%. Nëse nuk do kishte lidhje këtu, do pranoni që ta bënin takimin në qendër të Florës, ndërkohë ju thatë hajde të vendi punës. Pam them këtu. Jo, mos e ti hajde takomin në report. Te Garden. Po ta bëjmë një triport apo aty? Ku dush ti, s'ka problem për ne. Te triporti. Të gjithë zotrinj dhe gjithë bashkëpunëtorët. To ja? Kam lidhje unë zot. E ke gati. E keni shumë mirë lidhjen dhe ne e dim shumë mirë, ju jeni Alon Çakëri, jeni kushëriri i deputetes dhe jeni personi që fshihet pas gjithë këtyre abuzimeve me hapësirat publike. Ti mashtron. Personi vetëm që mashtron jeni ju. Ti mashtron, verifikon letra. Ju jeni mjaft i zgjuar për t'i rregulluar të gjitha letrat dhe të fusni Olsenin si prestanom. Olseni ka 20 vjet në këtë biznes, po thon. Dhe vini ju, domethënë ju jeni si punëtor i Olsenit? Unë jam as punëtor, as jo thjesht Olsen e kam shok e mik. Po, edhe ortak. Kam lidhje fare. Thjesht keni ardhur për vizitë këtu? Mirë, shpresoj ta shijoni të gjithë masakrën që keni bërë kudo. Faleminderit. Gjithë të mirat, shëndet. Pisi Alionit ka qenë i lidhur gjithkohës me politikën. E jem e ti ka qenë kryetare e Partisë Socialiste të Vlorës. Unë me Xhaxhan e ti kemi qenë gjithmonë për qendrat e votimit. Dhe ai Xhaxha që ka qenë me mua qendër votimit ka çupën tash që është deputete. Ajo deputetja, për këtë më thanin mua që ajo është garanci e sigurt, më thanin. Po patëm atë, e kemi pas vetes dhe është e kryme. Mos e bëri mendje fare. Kanë adresuar tamam atë ku duhet. Je i garantuar për çdo gjë. Je i garantuar për çdo gjë. Kemi dëgjuar lloj-lloj rastesh që tregojnë nivelin e sistemit shëndetësor në vend dhe zakonisht kanë të bëjnë me mangësit. Mungon stafi, mungojnë aparaturat, mungojnë analizat. S'ka vend parkimi, s'ka sistem kompjuteri, s'ka bujvula, s'ka vulboja, s'ka buj printeri, s'ka printer boja. Por rasti që do tregojmë tani dallon nga këto, sepse është krejt e kundërta. Ka tepric fashosh, të cilat kirurgu i ka harruar brenda pacientes pas operacionit. Zakonisht infermierët i numërojnë para dhe pas operacionit që mos të ngelen brenda, por në këtë rast, me sa duket, i kanë bërë llogarit gabim. Po ai ka numëruar bisturit të paktën ose çelësat e makinës? Rasti është në fakt shumë i pabesueshëm, por le të bëhemi serioz. Një ngjarje e tillë mund shkaktojë probleme të mëdha deri në humbje jete. Piranja Luela Gaxha e investigon pikërisht të rast. E kishim e të dëgjuar, por asnjëherë të provuar. Mjek kirurg që harroi në barkun e pacientëve objekte që përdorin për operacionin. Ja që ndodh vërtet. Dhe kjo zonjë 66 vjeçe është protagonistja e një papërgjegjshmërie që përpak i mori jetën. Kisha një shqetësim, më bon vizitën dhe më thanë që ke dhjamsin. Edhe pastaj më bon një gjelper qetësuese dhe më thanë hik në shtëpi. Një praktikë e parë e zakonshme e mjekëve, të cilët si shumë raste të ngjashme të përcjellin në shtëpi me vetëm një injeksion. Por që për zonjën u kthye në një problem serioz pa kaluar as 24 orë. Erdha në shtëpi, pas një ditë prap shkova në urgjencë. Kishte dhimbje prap, natën ishte. Ato më thanë që dështrohesh. Pra shkove prap në urgjencë. Po, dështrohesh, më shtrun, atë natë që shkova, bon operim. Një ndërhyrje që megjithëse duhet të ishte kryer që natën e parë, ku ajo u paraqit pranë urgjencës së qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Sidoqoftë, ky është një detaj që nuk ndikon as pak në rrjedhën e kësaj historie. Me vonesë ose jo, mjekët e bëjnë detyrën e tyre, duke e shtruar 66 vjeçaren më datë 18 nëntor 2025 për ta operuar po atë ditë
Ndërhyrja kishte për qëllim heqjen e djamsit i cili ndodhej poshtë barkut të pacientes. Si ishte gjendja kur dole nga operacion? Mirë ishte gjendja kur dola. Kishte shqetësime? Jo, nuk isha shqetësime. Nejta 3 ditë atje në spital, pas spitalit pastaj nxorën. Kush mjek të operoi? Denis Godaj. E vërtetuar edhe nga kjo fletëdalje QSUNT-s, që mban datën 20 nëntor 2025, e firmosur nga mjeku në fjalë, i cili sipas protokollit jep rekomandimet e tij, siç është mjekimi ambulator i plagës, rikontroll sipas nevojës dhe evitimi peshave mbi 5 kg. Kur dolën nga spitali, kisha ato kullimet, mirë ishte gjendja, tha doktori, për çdo gjë të komunikosh ta. Njëkohësisht me zbatimin e rekomandimeve, në ditët pas ndërhyrjes, zonja mban komunikim të vazhdueshëm me mjekun Godaj, duke marrë orientime për vazhdimin e kurës. Por 2 javë më pas, gjendja e pacientes ndryshon. Si hoqe pej nuk mbyll të plaga. Kështu dhimbje kishe, po thash po, se operimet kanë dhimbje edhe avash do të më kaloj. Masi hoqja pej, plaga nuk u mbyllte, mikra u mbyll, mikra s'u mbyll. Ndërkohë, me këtë situatë kalojnë edhe 2 javë të tjera. Edhe meshe doktorin pastaj unë masi muj, kështu që. O doktor, nuk ndjeje mirë, të shumë qarë, po mirë thash ata bëj një eko më doktor, se unë nuk ndjeje mirë, më bëj ata këtë masil. E bona eko në privat, shkova ja çova, edhe ajo tha s'po të shoh mirë, edhe ajo eko. Edhe ditë pastaj më tha vish tona ta mota që të shtrashë, nuk ishte qenë. Me një gjendje shëndetësore të përkeqësuar, 66 vjeçaria kthehet në spital më datë 29 dhjetor 2025 me spazma të forta dhe të vazhdueshme të barkut që nga mjeku u klasifikuan si kolik abdominale. Dhe për këtë u përgatit më njëherë salla. Bona prap operim. Pse të bëri prap operim? Sa që kishte diçka që nuk shkonte? Sa do bësh prap operim tha. Arsyeja? Tash i bënë ekon, pa ekon analizat i bëni gjitha. Doli diçka te eko? Jo, vëse tha do të bësh operim tha. Nuk da seri. Jo, bënë operim prap. Pas 3 ditë me 31 dhjetori u dole nga spitali. Një vit i ri, i festuar me zyrëve të spitalit e shtëpisë, prap unë me këta tubat, se ma këto dorishës do kollonte plaga. Por këtë herë, me shpresë se gjendja shëndetësore do t'i merrte për mirë. Gjë që fatkeqësisht nuk ndodh. Masi muj, unë prap vazhdojsha me këta. Su ndjesha mirë, shkojsha doktor të thoshun shkive plaga se nuk ndjehe mirë. Nuk u mbyta, nuk u ndjesha mirë. Ka to bomnat më thonë të më këtë desa të bëhet gjaku, se lëngë që shije, atëherë do të tiqet kjo. Dhe po mirë, doktor, thash më, prit se po bëhet, të nit me shpresë. Një shpresë që nis të venitet, sepse gjendja vetëm sa përkeqësohej, duke e vënë në dyshime atë dhe familjarët se mund të kishte diçka më të rëndë se sa diagnoza fillestare. Kur shkova unë thash, doktor, unë prapë s'jam mirë, thash doktor. Ja, tha, me thonë drejtë, ne s'kin aparatura këtu në spital, tha, aspirator që të pastronte ngamren. Po unë njoh një tha që atë privat tha, i tha, edhe po deshe ti më tha mu, thash nuk ka po deshe doktor, unë të kam marrë, thash të bëhe mirë, se unë nuk jam mirë. Ta po deshe ta marrë në telefon, t'jep numrin e telefonit, ta t'vjere im shtëpi. Thash mirë, faleminderit, thash që po më ndihmo. Pas 2 ndërhyrjeve dhe garancisë që gjithçka kishte shkuar mirë, thuajse 3 muaj nga nisja e këtij kalvari, 66 vjeçares i duhet të marrë një trajtim shtesë tek privati. Kësaj radhe, për shkak të mungesës së aparaturës në spitalin shtetëror. Erdhi që atë natë kë, neta 2 javë me atë pastaj unë vinte mjekonte. Po kishe përmirësim? Si lloj përmirësimi? Fare. Punë me timin thosh ose po bëhem më mirë, se gjithmonë njeriu ku ka shpresë thonë ose po bëhem më mirë. Sa kishe dhimbje, ishte kputur, mesh atë zorrën kështu visha vërdas thonë do lëvizësh në për shtëpi. Bosha garet me zon, më thon drejtën. Në këtë kushte, kur situata shëndetësore e zonjës nuk po ndryshonte prej muajsh, familjarët e saj marrin një vendim. Mas 2 javësh më preu goca bilet, më pam pyet. Urgjent, mami tha të mvesh këto, ta se nuk po të shoh mirë ka zërin thonë. Dhe ku shkove? Në Francë. Aty ku vajza e zonjës ishte rezidente prej vitesh. Aty pastaj ajo thirri doktorin me mori urgjent në shtëpi dhe ai kur kompakt tuba do habite herë. Ishte dal ka fashat, kishte dal ai, më fal për shprehjen, ai qelbi. Lujti kokën kështu ai si që ka bë. Aty i tha gocës urgjent në spital tha. Aty pastaj më shtroi gocën në spital. Sipas dokumentacionit, pacienti është paraqitur në spitalin SOS Medicines për vlerësim të dhimbjeve të barkut që kanë evoluar nga operacioni i kryer në Shqipëri. Diagnoza fillestare, dhimbje të vazhdueshme barku, rritje progresive e sekrecioneve purulente nga drenazhi dhe episode të përditshme febrile me temperaturë 38. Por ajo që do ndodhte më pas, do t'i linte të gjithë pa fjalë. Ato u habitën gjithë me ato, me atë plag, se si e pan u habitën gjithë. Edhe më bon analizat e gjitha, i bon vendem shtrun, bon operim. Edhe vazhdojnë. U habitën së qetën ato fashet e qelëzume në bargu, kur e kujtoj nuk...
Pra tani ishte vdekur, kur shtrova. Ishte operim i gabuar, ishte metodë gabuar, çfarë ishte? Ato nuk e dijon. Ato gjetën fashët e qelbëzuara mbrapa. Gjë që vërtetohet nga këto dokumenta në spitalin francez, në të cilin thuhet se mjeku ka konstatuar në sallën e operacionit zbulimin e një tekstilome ose kompres kirurgjikale e harruar brenda një abscesi paretial. Tani than gocët kështu mi kena gjetë fashët e qelbëzuara në bark, kishte një të rrjeti, kishte një me zorë trash. O, tha mami jote, i than gocës, mami jote s'paskat maruta, këto tha që paska bark tha. Edhe kjo tha, doktor tha boni çmas për mamin, se më qytë në vdekur, se më kishin nona sa nes këtej. Mami jote s'paska të maruta, bark tha për pastrimin, tha që paska tha. I tha të lutëm, doktor tha, çdo gjë që të ketë mami, tha ju të tha mi boni gjitha, ta mos me lini as i gjon, vetëm mamin ta kemë gjallë. Ta qëndrove në spital atje? Kam qëndruar një muaj po, edhe ma lën plagën hapur ato. 2 javë plaga ime kanë të hapur vetëm të bë pastrimin në bark. Kaloi një muaj atje, u stabilizove. Po, një muaj atje, edhe shqyqër zotit ata, i thejmë aty në i thejna mjekun. Ata shofi njeriun për ta shpëtu, kurse neve dun të na vdesin. Tashmë për 66 vjeçaren, ajo çfarë ka ndodhur i përket së shkuarës, 6 muaj pas nisjes së eksperiencës më të tmerrshme të jetës, ajo ka rigjetur qetësinë dhe kryen pa asnjë problem aktivitetin e përditshëm fizik, ndërkohë që familjarët e saj kanë marrë një vendim. Unë di që vajza jote ka ndjekur disa hapa ligjore, apo jo? I merrëm telefon në gocë, su përgjigj asnjë. As spitali, as Ministria e Shëndetësisë, as ambasad, as nuk i përgjigje. I vetmi institucion që kthen përgjigje është Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, i cili thotë: Ju informojmë se mes shtetit shqiptar dhe atij francez nuk ka një marrëveshje në fuqi e cila do të mbulojë sigurimin shëndetësor. Shkurt e shqip të vrasim dhe këtë e bëjmë gratis. Nëse një spital i huaj ndërhyn dhe të shpëton, kjo është punë për ta. Për gjithë ato që ke kaluar, ne nuk është se na ndjen shumë. Era shtet. Kur isha atje, e mora në telefon, edhe i thash doktor, se më pyeti si je, edhe thash faleminderit shumë për interesimin që jetu. Më thonë tash, unë jam në Francë, thash jam shtru në spital. Thash edhe, por thash unë prita thash më po mirë atje, thash për asë. Edhe asë lloj përgjigje nuk më ktheu, me thonë drejtën. Të Denisi, mirëmëngjes, duaj nga misioni Pirani. A është e zakonshme në punën tuaj të harroni fashët e një pacienti brenda bark teksa kryeni operacion? Jo, sigurisht jo. Bëhet fjalë për zonjën Dedusi, të cilët ju i keni harruar fashët. Zonja ka shkuar në Francë për të kuruar dhe spitali francez ka nxjerrë që gjatë operimit i ka gjetur fashët në bark. Ju ndodh shpesh të harroni të bëni të tilla gafe? Ky është një pretendim që është ngritur në Francë. Përveç letrave nga familjarët nuk kam asnjë lloj konfirmimi tjetër nga kjo gjë. Ndoshta këtu doktori po thotë të vërtetën, sepse familjarët e zonjës e kanë ndjekur institucionalisht këtë skandal dhe duhet të ishin institucionet përgjegjëse që duhet ta njoftonin për hapat ligjor që po ndërmerreshin. Sidoqoftë, në mënyrë private, ai ka qenë informuar për dëmin e shkaktuar. Po di këtë si gjë, se ma ka çuar pacientja me mesazh. Mbani ju përgjegjësi për këtë, sepse keni qenë ju mjeku që keni bërë ndërhyrje. Çfarë përgjigje do të jepsha? Operacioni është bërë nga unë dhe nga kolegët të tjerë të mi, bashkë. Ju nuk mbani përgjegjësinë që për shkak të kësaj zonja sot që flasim nuk do ishte gjallë. Kjo është gjithmonë një fatkeqësi e madhe, si për zonjën edhe për ne. Asnjë nga ne nuk ka asnjë dëshirë që të ndodhin gjëra të këtij lloji. Fatkeqësisht jam pjesë e punës tonë. Zonja ndjenin tim është operuar në urgjencë. Në të dy rastet unë kam operuar, por ka qenë operacion urgjencë, domethënë ka qenë operacion. Por kjo nuk është bën faktin që është harruar një fashë brenda në barkë. Fatkeqësisht janë gjëra që ndodhin dhe ne sigurisht na vjen shumë keq për këtë gjë. Askush nuk e mohon që janë gjëra që ndodhin, por nëse ndodhin dikush mban përgjegjësi. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për përgjegjësi morale, sepse zonja dhe familjarët e saj janë zhytur në borxhe për të paguar në spitalin francez, aty ku jeta e saj ishte vërtet në rrezik. Sepse janë harxuar goxha para që ndoshta shteti shqiptar duhet të jepte mjekimin këtu dhe nuk ishte pse paguan
pastrante para në një shtatë të huaj. Ne kemi ofruar gjithçka që mund t'i bënim për zonjën, domethënë zonja nuk është lënë asnjëherë vetëm. Hera e fundit ka qenë që ju keni thënë, ne na mungojnë pajisjet në spital, të lutem drejtohet tek një individ privat që ka marrë sërish kurimin në shtëpi, po privatisht. Po, kjo është e vërtet. Ne kemi dhënë DS gjithë suportin që mund t'i jepja unë. Në momentin që unë s'kisha më mundësi ta ndihmoj, ai thashë që s'kemi më mundësi ta ndihmoj. Dhe aty, pacienti është lënë në mëshirë të fatit, ndaj u deshën francezët që t'ia shpëtojnë jetën. Si u ndjet kur ju tha pacientja, o doktor, më kanë harruar fashët brenda në bar. Njerëzatonisht keq. Po, një mesazh nuk ja bët. Një ndjesë nuk ja bët. Një kërkesë falje nuk ja bët. Ideja në këtë moment është në Shqipëri dhe gëzon shëndet të plot fal spitali francez. Patjetër. Një shërbim që mund ta merrte këtu në Shqipëri pa paguar asgjë. Mund ta merrte patjetër, por që ne Mund ta merrte, por për shkak të neglizhencës tuaj nuk e mori dhe u detyruat të shkojë në Francë për të shpëtuar jetën. Unë kërkoj falje zonjës edhe të gjithë njerëzve që janë shqetësuar nga kjo gjë. Është pa diskutim përgjegjësia jonë kjo gjë. Nuk ka asnjë diskutim. Mjeku kirurg kërkoi ndjesë publike, ndaj të paktën moralisht me miratimin e zonjës dhe familjarëve. Gjërat mund të mbyllen këtu. Ndërkohë nga ana ligjore, për ta nis një betejë e pabarabartë me institucionet shtetërore, që me cinizëm kanë refuzuar çdo formë bashkëpunimi për të dëmshpërblyer zonjën, e cila brenda këtyre institucioneve pa vdekjen me sy. Ke shef ti këto, ke shef. Kush do isha unë, po të mos ishte kjo muzikë. Shumë lajm i keq kur e mendoj një herë. Po kam një lajm shumë më të keq se kaq, sepse Po ti fillove mirë sot më duhet që e prishë rrugën. Për balans. Lajmi më i keq në fakt kësaj jave që përcollëm ishte djegja e një pallati në Tiranë. Po, të cilit ju shtuaj një lajm edhe më i keq, që ishte më në fund njohja me prefektin e Tiranës, i cili më shumë se si prefekt, ngjau se ai koordinatori dasmës. Po kështu nisin gjithmonë këta. Si fillim një lule, pastaj të vazhdojmë. Që cakton vendin koordinatori dasmës, ku do rri Fisi, ku do rri Daja, ku do rri Halla, ku do rri Tezja. Dhe duhet thënë që ne përfituam nga rasti dhe testuam teoritë të strehimit të prefektit në rrugët e kryeqytetit, se çfarë ka ndodhur, se si dhe se çfarë mendojnë njerëzit, e ndjekim. O qallëzim, more i qallëzim, puna jote aferim, ka morë ti, ka morë kush vunin, sot dhe nesër vlog druni. Unë prapë se shoh si problem. Prefekti i mirë me kushërin shumë. Ne jemi shqiptar, kanë kushëri, Halla, Daja. Me afrimin drejt Europës, traditat tona janë harruar. Daja s'ta zë më divanin. Tezja nuk t'i kontrollon më plurat e mobiljeve. Por një gjë s'do të ndryshoj kur. Deklaratat e qeveritarve gjithmonë do të na bëjnë për të qeshur. Qa kushërinë? Për shembull, bie zjarr, digjet shtëpia, a ke kushëri ku të shkosh? Do flem rrugë më vari që të bëjmë? S'ke që do kushëri, domethënë, nuk të hynë punë. Varë më kushëve ne jemi vetë që më të... Kur ka qenë hera e fundit që keni pritur miq në shtëpinë tuaj? Miq ka kohë që nuk vjen, domethënë. A mendoni se ky zjarri ishte me plan, kasile, vetëm që njerëzit të afrohen me njëri tjetrin? Nuk besoj. Nëse dikush është jetim, për shembull, dhe nuk ka kushëri se ku të qëndroj. Ligji e thotë qartë që në këto raste janë palestrat. Puna nuk është a ju presin as ju presin. Tani jemi në pikën që banorët janë jashtë, janë në qell të hapur. Jemi dakord, shteti të mirret me këtë punë dhe të mirën organet kompetente. Atëherë shteti na tha që të shkojmë ke kushërinjt. Thot për momentin ai. Po, ky momenti mund zgjasë shumë. Shteti është rregullator. Pra, na rregullon, na çon ke Tezja, ke Halla, ke Daja. Shteti e vuri atë? Ja, ra ky zjarr, po qera tërbet. Çfarë do bën? Nga tërmeti do prekeshin edhe Halla, Tezja, Daja, apo jo? Do preket. Po në këtë rast ku do shkonin? Ku ti caktonte shteti? Ku shkoni te kushërinjt? I merrni bataniet me vete, shampot. Jo, se kanë ata. Sa ditë mendoni se mund t'ju mbajnë maksimumi kushërinë tuaj në shtëpinë e tyre në rast se emergjence? Derisa atyre të krijojë mundësia për të gjetur një vend kur strehoheshin. Po zgënje ko tani?
Maksimum, minimum ja po themi 1 javë, po pastaj ne me zor sa jomi për vete. Pastaj do bëhet barr ai afërmi. Fatkeqësisht, se kemi punë, shkollë, shpenzime. I prekuri nga fatkeqësia e ndihmon kushërinë e tij me lek për shampo, për drita, për ujë. E mira është që njëri tjetrin patjetër ta ndihmojmë. A keni kushëri për raste emergjente? Ja. Nëse ju do të ishit një nga të prekurit e zjarrit, ku do të shkonit? Se di, në çdo vend të botës ndodhin këto gjëra. Është deputeta i pyet atë. Kur ka qenë hera e fundit që keni fjetur nga kushëritë tuaj? Nuk e mbaj më. Prefekti i Tiranës ne na tha që në rast të emergjence duhet të shkojmë te të afërmit. Ema ishte gafe e rënd, gabim, pa përgjegjshmëri. Shteti ka detyrime përfshi këtu prefektin, të gjithë qeveritarët, të gjithë deputetët dhe deputetët e opozitës kanë detyrim për këta banor. Dikush që nuk ka kushëri, a mund ta adoptoj bashkia ose vetë prefekti si kushëri? Edhe ata që kanë kushëri dhe ata që nuk kanë kushëri duhet çojnë në protestë edhe të kërkojnë të drejtën e tyre sepse janë taksa pagues dhe për këtë punë është edhe bashkia edhe ata njerëzit që paguajnë atje. I can speak. Sorry. We can speak English. No. Shteti në këtë rast duhet të ndërhyrë. Po ky shtet është hajdut. Pse Shqipëria hyn në Europë me Edi Rama? Edi më i zyt. Ai është hajdut më. Edi ti mirë. A do flasur, a do flasur? Ja, me radhë. Mos ndërprer. Zotrim, fal se s'dua t'ju ndërpres. Me sa po kuptoj unë. Njëri është me PS-n, tjetri është me PD-n. Tani. Me PD-n e di. Jo, me sa po kuptoj unë. Ai nuk është se tha gjë. Unë në mes, si popull, më është djegur shtëpia. Si t'ja bëj? Vetëm tek Perëndia. Duhet ndërhyjë shteti me kryqën e kuq, me shoqata të tjera. Po nëse ata kanë një emergjencë, pra ai është djegur shtëpia, marrim shembull. Po atëherë normal s'ka fjalë atë. Mban një vit. Jo një vit, po 10 vitën e rradhë. Kur është një familje e madhe dhe shtëpia është e vogël, si mund të sistemohen miqt? E shtëpia për shembull është gazoniere, ka vetëm një dhomë. Ai që ta hap terën portën, besoj që është zemërgjonë dhe me një dhomë sistemohemi. Nuk ka rëndësi se si fle. Pra besoj. Mund të flesh edhe si për një tjetër të rëndësi ka të hapet dera. Po. Kur shkoni si familje te kushërinjt, e përdorni të gjithë dushin apo mundoni që ta kurseni? Kemi shtëpinë tonë për të bërë dush. Nëse rrini më shumë se një ditë, a i merrni sendet personale për shembull shampon, peshirin, batanie, jastikun? Jo, të gjëra jo. Vesh mbathje po. Ne kemi nxjerr veten për këtë arsye edhe kur kemi qenë shumë të varfër, ne kemi pritur thuajse 1 milion shqiptar të Kosovës. Të pyet, dikush, a mund të mos trehosh në shtëpinë tënde për 1 muaj, 2 muaj? Unë vetë kam vetëm një dhomë me qerak këtu, kështu që s'kam mundësi. E ke të pamundur? Është e pamundur. Po normalisht këtu s'ka asnjë mundësi në idima për ta mendet vogla, kupton? Abstrahimi tek kushërinë nuk është zgjidhje. Kushërinë ti ndani në kategori, pra kushëri emergjence dhe kushëri qefi, apo të gjithë në një kategori? Po, të ndarë, normalisht. Të ndarë? Po. A mendoni se patronazhistat duhet të punojnë për këtë pjesë që të ndajnë kush ka kushëri dhe kush nuk ka kushëri? Po le të punoj edhe çik për këtë pjesën, se kam mbaruar pak ajo pjesa e fushatës, kështu që le të punojmë për këtë pjesë. Po marrin që po i marrin lekët të punojmë. Pra të punoj një çik. A keni kushëri për raste emergjence? Falë, që kam një rast emergjencë. Më vjen keq ta them, por më rritëm në momentin më toksik të programit. Ua, po ti ke këto? E kemi dhurat nga kompania Beralb, që merret me përpunimin e pasurimit të bakrit në rrethin e Pukës. Po, Beralb. Po, më kujton diçka, mos është ajo kompania turko-kinezo-izraelite? Bravo. Siç është bordi i paqes, kemi edhe bordin e bakris. Dhe mungon vetëm Gjermania dhe Italia dhe ishte bërë goshtata e gjithë fusharzit. Po nuk më tani se, tani kujtova. Po ne e denoncuam Beralbin. Prap këta? Po të shi vesi del me shpirtin. Nuk zulmond? Po të shi... Unë se shoh si problem, me thënë drejtën, do thonë prefekti... Sepse ndotja vazhdon. Betit e tyre toksike ngjyrosin me të kuqet çdo gjë që u del përpara. Ujin, gurët, bimët, lule delet, madje edhe delet thonë që qumshin e nxjerrin me ngjyrë. Në fakt, Flor, kryem analizat e ujit dhe rezultatet janë vërtet shqetësuese. Ndjekim piranjën ton, Fra Ardërista. Në verën e vitit 2025, pas denoncimeve të shumta nga qytetarët të zonës, u thuam në fusharës të Pukës për të parë nga afër shkatrimin që i bëhet prej një kohe të gjatë të lumit Fan nga shoqëria aksionere Beralb, e cila operon prej shumë vitesh në territorin tonë në sektorin e pasurimit të bakrit, dhe ajo çfarë pam është pak të quhet një skandal mjedisor. E gjithë kjo papastërti, e gjithë kjo ngjyrë vjen si pasojë e shkarkimit të ujit me mbetje nga kompania Beralb dhe e gjitha vjen këtu. Shikojeni pak se çfarë ngjyre ka marrë toka, uji, gurët.
Uji i ndotur që vjen përmes tubacioneve nga aktiviteti i firmës turke derdhet në përrojën e micojt, i cili bashkohet me fanin e vogël, një degë lumit fan, duke e kthyer këtë të fundit në një lum të vdekur, pa bimësi dhe pa gjallësa. Dhe ky mund të konsiderohet pa frikë, një krim mjedisor që shtrihet nga lindja në perëndim, sepse fani bashkohet me lumin mat, duke u derdhur më pas në detin Adriatik. Është një ndotje 10 kilometra në vijë rrjedhëse, e cila shkaktohet nga kjo kompani e përbërë nga aksioner turq, izraelit dhe kinez. Për shkak të situatës emergjente, kërkuam të merrnim një përgjigje për ndotjen e lumit, i cili nga sipër duket vërtet si një gjarpëri ndryshkur që kalon mes për mes fusharzit. Unë jam Freardi, nga emisioni Piranja, do donim të takonim në një përfaqësues. Po, patjetër. Nuk e lejmë me një marrë, se nuk janë po. Pasi na përcollën me justifikimin e mosprezencës së përfaqësuesve, i bëm një shkresë zyrtare kompanisë Beralb, duke i drejtuar disa pyetje që siç tham lidhen kryesisht me aktivitetin e tyre dhe ndotjen që kanë shkaktuar ndër vite, duke arritur deri aty sa t'i ndryshojnë ngjyrën natyrale e ujit, gurëve dhe tokës. Por nuk morëm asnjë përgjigje. Ndaj u drejtuam institucioneve përgjegjëse. Më datë 21 korrik 2025, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit na bëri me dije se më 16 janar 2024 ka kryer inspektime në terren dhe pas konstatimit të shkeljeve nga ana e kompanisë ka aplikuar një gjop me vlerë 100 milion lekë të vjetra si dhe pezullimin e menjëhershëm të aktivitetit deri në marrjen e masave konkrete. Por këto vendime u konsideruan të gabuara nga ana e firmës Beralb, e cila një javë më pas bëri ankimim pranë IKMT-s. Pezullimin e aktivitetit Beralb e konsideroi masë ekstreme, e cila ndikon negativisht në ekonominë e firmës dhe qytetarëve të fusharzit, të cilët janë të punësuar në kompani dhe miniera. Mirëpo pavarësisht këtyre argumenteve, Komisioni i Shqyrtimit të Ankimimeve la në fuqi vendimin e IKMT-s. Mirëpo Beralb nuk u dorëzua, duke shfrytzuar të gjitha kartat që ia mundson ligji. Dhe karta e fundit ishte sigurimi më datë 31 tetor 2024, një masë sigurim pa dije nga gjyqtari Adrian Shega, të cilin me sa duket nuk e lidh asgjë me fusharzin. Ndaj nuk e ka parë nga afër ndotjen ekstreme që ka kryer kompania ndër vite, në dëm të komunitetit. Sidoqoftë ne vazhduam punën tonë. Dhe lidhur me dëmin e shkaktuar nga kjo kompani që grumbullon miliona dollar nga pasurimi i bakrit që nxjerr nga minierat tona, e pam të arsyeshme që veç korrespondencave me institucionet përgjegjëse për ndotjen e mjedisit të komunikojmë edhe me Bashkinë e Fusharzit. Për firmën është e papranueshme, nëse ndotja e ujit do të vazhdoje, si bashkia kemi bërë disa kontakte për problematika që krijohen, me drejtorin kam bërë disa takime, përfundimisht kemi vendosur që ai të rinërtojë puset e dekantimit, të cilat do ta ulin mos 90% ndotje. Ky vëzhgim, siç tham, u bën nga ne në muajin korrik 2025. Ndaj për të mësuar më shumë rreth dëmit që kjo veprimtari i shkakton banorëve të zonës dhe premtimet për investimet e kompanisë, udhëtuam sërish në Fusharës në muajin tetor, duke kuptuar diçka tepër të rëndësishme. Ndotja ishte shkatrimtare për ekonomitë e vogla të banorëve të atjeshëm. Tani ndimër është i ndotur apo vetëm në verë? Edhe ndimër i ndotur. E përdorni ju atë? E përdorni një lagje më poshtë për vaditje. Për mua kanë vështirë me eliminu këtë. Kjo është vazhde vjetër, nuk ka se filloj të shih. Sa do më mundu shifet. Se i shi më ra, e merr çon aty. Si problem s'kam marr për kësaj. Nga kjo gjë, nga ky problem? Po vetëm për kësaj. Vela rroshin tash pik lam. S'ka ujë, s'ban nuk më pozicion. Kan rënë gjyrë në gur, sa në fund. Unë më e 2 lop, edhe kur ishte lop spinu unë. Vadisim tan ot ne ka shit skorca, si thonë na ças dusen ot. Nuk prodhon toka. Jo, s'prodhon. Vetë kesh shumë. Çka kena më thon? Na ka për short këtë artet parëve tonë, tokën e parëve si, që janë më shumë. Pro kanë zërë jashtë përdorimi. Paralelisht me punën tonë, edhe Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë ka kryer analiza serioze për të parë rrezikshmërinë që paraqet ndotja e lumit. Analizat që janë bërë tregojnë norma shumë herë më të larta se sa standardet e lejuara të vendit tonë. Është vënë re që në derdhjen e një kanali i cili vjen nga dampa e fabrikës së pasurimit, limitet janë shumë të larta, sidomos të aluminit, i cili limiti është 200 mikrogram për litër, kurse rezultati i analizave ka treguar që është 5369 mg për litër, pra shumë i lartë. Gjithashtu hekuri ka një limit përsëri në 200 mg për litër, por tu është 65000 mg, pra shumë herë më lart. Gjithashtu dhe nikeli rezulton mbi limitin e lejuar, është 52 mikrogram. Sipas studimit, fatkeqësisht ndotja nuk është vetëm në një pikë, por në të gjithë zonën. Analizat janë bërë në rrjedhën e lumit fan dhe tregojnë për shembull pranë fshatit Shpoz, edhe aty ka disa elementë të cilët janë jashtë limiteve të lejuara, siç është për shembull hekuri, nga 200 është 1450 dhe analiza e tretë e cila është bërë në krah të fshatit Shpoz. Edhe
këtu zingu del me një përqendrim shumë të lartë, nga 200 që është limit është 2997, apo edhe bakri nga 60 mikrogram që e ka limitin është përsëri 1672. Pra, nuk kemi të bëjmë me një ndotje paksa mbi mesataren, por me nivele 10 deri në 20 fish më të larta se norma. Tregon që këto ujëra janë të ndotur, po dhe vetë aspekti i lumit fan tregon që ka një ndotje pasi vihet re me sy që janë oksidet metaleve, sidomos të hekurit e ngjyra e kuqërem, ishte shumë e dukshme. Gjithashtu edhe lumi i këtij lumi është edhe ai ndotur pasi aty depozitohen gjithmonë këto ujëra, si thua, lënë një pjesë të mineraleve të tyre në tokë. Ujërat si përfaqësor, si dhe ujërat nëntoksor janë të gjitha subjekt i një rregullore shumë të fortë të komunitetit evropian dhe Shqipëria është e detyruar që dhe ajo t'i zbatojë këto. Por me që ende nuk jemi pjesë e Europës, nuk është se na prish shumë punë. Le të na e shkatrojnë të huajt natyrën dhe shëndetin. Jemi mësuar tashmë. Këto ujëra si përfaqësor shpeshherë infiltrohen gjithashtu edhe në ujërat e pishë. Nëse dikush do ketë një pus, këto ujëra mund të infiltrohen dhe të ndotin ujin me të cilin ata banore përdorin, edhe nëse nuk e përdorin për të pirë, përsëri e përdorin për të gatuar dhe metalet e rënda janë persistente, do qëndrojnë aty. Por gjithashtu për faunën dhe florën është rrezik shumë i madh, pasi asnjë gjallës nuk do të jetonte në këto kushte, në këto përqendrime të larta, përmend arsenikun, i cili mund të akumulohet dhe më pas nëse edhe sikur të ketë peshë, nëse dikush do ta konsumojë, këto metale do transportohen te njerëzit, por edhe të mos harrojmë se këto lumenj shpeshherë janë edhe vende ku baktit vjen edhe pin ujë, të cilat më pas nëse do të ishin kafshë që do përdoren për qumësht apo edhe për mish, këto metale si thua do të transportohen, pastaj do vinë në ushqimin tonë. Dhe rreziqet janë të mëdha. Nuk janë rreziqe që kuptohen menjëherë. Pasojat e këtyre ndotjeve, sidomos metaleve të rënda, janë ato që vijnë re pas disa vitesh apo dhe dekadash. Është një stres që i vihet sistemit imunitar duke e vënë në kontakt me këto metale të rënda, të cilat dal ngadalë gjithmonë konsumojnë organet tona. Sidomos metalet e rënda janë shumë të rrezikshme, pasi dihet që një pjesë e madhe e tyre akumulohen në trurin tonë dhe më pas janë gjithë ato probleme mendore si demencia apo skleroza, të cilat influencohen në një shkallë shumë të madhe nga këto ndotje. A nuk është kjo një këmban alarmi për institucionet që të ndërhyjnë me urgjencë për t'i dhënë fund kësaj ndotje me pasoja katastrofike? Ndodhemi në Fusharës, kemi ardhur këtu në verën e vitit 2025. Erdhëm sërish në fund të vitit 2025 për të parë dëmin që i ka shkaktuar kompania Beral, lumit fan dhe gjithë zonës. Sot jemi në muajin prill të vitit 2026 dhe gjithçka që ka bërë kjo kompani për sa i përket investimeve është ky rrethim me tela dhe nga informacionet që kemi marrë janë ndërtuar puset e kullimit, ndoshta me qëllim për të minimizuar ndotjen, por me sy të lirë shihet që uji që vjen nga dampat e kompanisë Beral sërish është me ngjyrë dhe mund të themi që vijon të jetë i ndotur. Ajo ngjyrë është prezente sërish dhe nuk ka ndryshuar. Në këtë zonë, ato pak familje që kanë mbetur e shfrytëzojnë tokën sa të munden, por frytet që marrin për mos të thënë ineksistente janë minimale, pasi uji që vadisi në shtepër i dëmshëm për të mbjellat. Shoqëria aksionere Beralbe ka shtrirë aktivitetin e saj në disa zona të vendit tonë, duke u kthyer kështu në një ndotëse masive dhe konsistente e natyrës. Kësaj here u thojmë në fshatin Kimës të Pukës. Ky është përroj i fshatit. Gurët, uji, toka kanë marrë ngjyrë të kuqeremt për shkak të derdhjes së mbeturinave që Beral bën në këtë zonë. Probleme këtu ka shumë sa s'dim ka të rendisim më parë. Firma që operon qysh në 2000 ka arë këtu, e ka bërë fshatin pa banueshëm. Deri para një viti, 2 vit sterilin që nxjerrshin jashtë, e lëshoshin tonë. Që ka një gur aty, që ka duke punuar njerëzit në kopsh, duke çashti minierë. Ka pas njerëz kur ka rënë ky gur i madh? Kanë qenë njerëz në mollën, ka qenë të ik drejt, ka deviju ka ardhur alo, shesi janë gur minierë. Mollënin e kemi jashtë funksionit. Rreth 400 vjeçar është kjo ka rreth 7-8 vjet që s'punon. Sa kriju fshati jon, mollini ka qenë funksion të punë. Nga acidi i tepërt, tubi i hekurit ashtu, edhe jashtë funksionit. Edhe këto fletë të mollinit nga acidi ngrihen. Janë ankuar diku? Ka 20 vjet që ankuar apo asnjë mas. Jo, fare. Edhe burimi i ujit aty që kena pi, se mbahet me në fshati, prapë është jashtë funksionit. Sterili kur bie shi, vjen drejt tek këto në prrua. Jashtë ja ka bën. Për ta sqaruar, sterili është mbetja që del nga përpunimi dhe pasurimi i metalit. Edhe toka që po ecim ka marrë ngjyrë. Ka marrë ngjyrë, vjen këtë, pra këtë sterili aty vjen tash tokacid. Po, tokacid. Kam vreshtë jashtë funksionit, vreshtë, do të shoj edhe ke vreshta. Çdo gjë në vesh shurdhën to. Merru sa dush, spyt kush. Këto fjalë janë eksaktësisht të njëjtat me ato që kemi dëgjuar nga banorët e Fusharësit. 26 kilometra më në veri të qytetit Pukës, duke kuptuar se halli nuk është vetëm i një fshati të vogël, por i një komuniteti të tërë, i cili prej vitesh mundohet të ngrejë zërin. Ja si është bota tash, edhe rruga Kamsorit që kalojmë aty. Llogaritë kur bën fi pastaj. Një gjumë bëhet kur bën shiu. Këtë uji vjen për atjes, soi rrafit minierës. Ja ku është burimi.
punime aty. Ja është funksioni, s'mund vem buzë motë. Kena pasi kërru diku aty që dilte. Tash të vjen ajo pjesa e sterilit që nxjerrin nga mrena minierës. Të hajde e pik këto pastaj. Sa më shumë mes miniera ande me shfrytëzimin, i pret damart e ujit. Dhe e nxjerr gjysmë në fshatit në thatë. Gjysën me të ndotën. Për çfarë përdorni ju atë? Për të vadit, për të pi kafsh, po ta shpin më kafsh, as blet, s'ka më blet në fshat. Dhe siç thot një shprehje e urtë popullore, ku nuk ka blet, nuk ka jetë. Sa familje ose sa banor mund këtë pasur zona dhe sa kanë mbetur? To kanë qenë rreth 120 familje, 130, po ti llogarisim. Pastaj ikën 20-25 që banojmë këtu, që flem çdo natë. A kanë lidhje këto familje ndoshta me kompaninë që mund punojnë? Pjesa dërmuese. Edhe nuk mund të ankojnë, nuk mund të flasin se janë të lidhur ekonomikisht. Nuk mundën nga një zonën. I fshiren nga puna, spyt, i heq, edhe kanë ngel tash i pa zon. Fshati ka ngel poshtë veti. Si s'ka ma keq. Po sikur ta shohësh ditë fiu, ose një ditë dielli që është plohun kur vin 20 kamionat mëdhej, që i kanë nga 20 goma me 3-4 akse. Tu reja plohunit del deri aty ku i themin në malit Monells. Po tokat që mund keni këtej me ujin që vadisni apo prodhojnë më? S'prodhojnë fare. Po ti shifi, janë farrat që kanë pas bën dikur as i kokër. Edhe thona që droni më fort edhe ajo të sjep më tash. Ka marrë çdo gjë. Këtu për shembull ku jemi, në tokë kujt jemi? Temin ku thonë vetëm, djemve xhaxhajte, fshatarëve të tjerë. Dhe është kthyer kështu për shkak kompanisë? Dhe asnjë dëm shpërblim, asnjë mas. Asnjë fare. Burrës nuk të hapin as derën. Kemi bën edhe peticion, kemi bën edhe grev. Mirë po atëherë kryetari i fshatit atëherë shpresë futi kamion punë ai edhe mor kush më punë. Shkoi rregulloi pastaj tjetri kështu bën. Ja 2-3 që i morëm gjasme për mazgjuar. I kemi bëni marrëveshje me kompaninë shef, futën kamionat në punë, makinat edhe e mbyllën atë punë. Nuk është hera e parë që në zona të varfra kompanitë në vend të zhvillimit çojnë shkatrim. Arrin të blejnë edhe zërin e banorëve, të cilët shesin dinjitetin për t'ju çuar bukën fëmijëve. Dhe për këtë nuk kemi pse i gjykojmë. Uria nuk pyet. Më thej që këtë toka këtu që të kanë dalë jashtë funksionit komplet. Mundemi që ta afrohemi të shohim? Po. Sa herë bjeshi, për jetë pjesë në rrafshit ku punohet atë, ku nxjerret minerali edhe ku nxjerrin to sterilet, të gjitha ato rreket mlidhen edhe vjen to pastaj. Shaf, goma, tuba, tela. Tu as ke kukullot, as dhin, as lopën, këto kemi mfshatna. Kan bëni gropa të një pus, mufit ai ka lënë prap ton. Pastaj ndonjëherë kur të mufit vjen, prap bjen klej. Edhe stjep kërkush gjevap. Kërkush. Për të shkuar tek tokat e familjes Ndoj, ngjitemi edhe më sipër malit. Terreni është i vështirë, sidomos në këtë kohë kur edhe rruga e këmbësorëve është dëmtuar nga aktiviteti mineral i kompanisë, por jo vetëm rruga e këmbësorëve, edhe ajo e automjeteve. Ka qenë rruga ajo nalt, e ka qenë kthesa atje. E ka marrë kompania, e ka bën kthesën to. E bën për të favorizuar veten e tyre punimet. Po, për të favorizuar punimet. I shef të shtyllat kanë qenë aty. Për çep, ja kuftën në tesa aty. Kanë qenë që mos na i kapte era. Tash ti ka era i takon tela, ti kanë lidh sa më than. Edhe na kanë rulinë e dritave. Probleme me energjin? Ka sa dush, takon tela sa të fryrë takon. Zëre s'kemi drita fare. Ngjitemi edhe disa metra në të përpjet të malit të Monellës, në tokat e familjes së Albert Ndojt, atje ku sot nuk ka mbetur më asgjë. Këto e te rruga sipër, në kodër të sipër të nalt për pjesë ku është kodra kështu, e te rruga këtu komplet ka qenë tok trashëgimi. Kjo pjesa këtu kanë qenë mbi 33 jarra në prodhim. Të tuat? Të mia. Plus i kim pas vënë të vogla kanë qenë në rritje. Rruga e vjetër që ka pas bën në Verhoxha ka qenë sipër, s'ka pas rrugë. Kjo është rrugë e krijuar? Kjo rrugë në tokë tënde. Në tokë tonë, po pa pyet pa fare. Një kompani private e huaj që vendos rregullat e saj në një fshat shqiptar dhe madje zapton prona, kjo ka përcen çdo lloj fantazie. Komplet kjo morana këtu kanë qenë komplet me arra, në prodhim. Ka zënë morana gurt, këto i kanë hedh gurt, me fadromi janë thyer në hub. Se këtu mund të ishin sot edhe 73 arra që kim pas vu. A shihni gjansat, kanë pas mundësi me furnizu gjithë me mamorzit me arra, se të vjen edhe për veti, se ka mas nisët. Kjo pjesa këtu si shifni, më para ka qenë si thojmë veni shet, ka qenë dhënë mesha gjithë shatit. E kanë molodha ata. Kjo këtu, atë bushet me se ka qenë një dilim tok buke këtu, se kanë bërë skandal. Alberti thot se prej vitesh janë bërë ankesa me iniciator babajnë e tij të ndjer, por asnjë mas nuk është marrë. Ka bën kesa, ka ikë në bashkim gjithë anë, i kanë marrë gjitha kërkesat që ka bërë baba, i kanë hedhur në koshat e metorinave. Nuk është dhënë asnjë lloj përgjigje. 16 vite se kanë bërë dëm. Tu kanë marrë ka 3 kintal, 4 kintal arra në vit. Kanë qenë familja ime tu punu këtu te ara, i merrshin me fadrom miniere, i hetsin gurt nga sipër, më kanë fshu 2 herë familja tyra gurt në shpend. Kanë ikë prej orës vet. Edhe më skeptiku nga këto fjalë të Albertit nis të ndryshoj mendim kur she nga afër situatën. Ndryshimet negative dhe dëmet që janë shkaktuar zonës janë të dukshme. Gjithçka e konsideruar mbeturin, gur, tuba, goma, nga sipër janë hedhur si pa të keq poshtë në tokën e familjes Ndoj, duke rrezikuar edhe jetën e njerëzve. Ndërkohë bashkë me 2 banorët shkoi më afër porojit të Kimzës, i cili derdhet në lumin fan duke e ndotur atë. Dëmi është i dukshëm,
ngjyra e kuqërremtë është prezente kudo, në tokë, në gur, në ujë. Si shifni edhe vetë që është bërë kush me këta vadisin, që kur ka fillu Beralbi. Si që shifni se janë bërë kush edhe gurt, komplet. Pri sipër deri te toneli poshtë, komplet kush. Çat vadisin me këtona. Asi me marri bim me ta vesh aty, ti hedhi shacit. Në realitet, i gjithë fshati të jep përshtypjen sikur është hedhur vërtet acit mbi të. Pemët janë të thara, toka, burimet e gjithë zona po vuan pasojat e aktivitetit të kompanisë turko-kineze izraelite. Me Albertin ngjitemi edhe më sipër fshatit Kimës, në tokat e familjes së tij, aty ku sot nuk duket asnjë shenjë jete, bimore apo shtazore. Kjo kthesa ka qenë mama tonë. E kanë nxjerru, kanë ngrënë këtej? Kanë ngrënë këtej. Pjesa këtu e mbi 500 metra që ka qenë tokë buke. E familjes tash i shivi gurt e minjerë kanë marrë nga matana ne, nuk kanë pyet njeri fare, e kanë pru këtej. Ju kanë thënë mos idhni gur makne, sa ikshna bishna poshtë mamorras, kur vishna këtu zgjeshna një kamion të tepër. Skandal. Edhe tokën e bukës këtu e kanë presh komplet. Edhe këtë tokën e mbillnit? E kena mbill çdo vit. Me çfarë kryesisht? Misër. Tash ti shifni vetë se si është katandis. Luftë. Kena qenë ju kam nikë të zyra, kanë thënë s'kena hedh meteorina. I kanë thënë hajde shikoj veni, nuk kanë pranuar marr. Juve ju pas ka dëmtuar familjarisht. Në gjitha anë. Djeshtë e familjes mu më kanë shkatruar totalisht ka 16 vite, mos më thanë edhe më shumë. Unë me ato arrat e me zhanët tonë kam harë bukën, deri vonë. Tash ti, ku t'jetojnë? Pranë fshatit Kalivare takojmë 65 vjeçarin Zef Nikoli, një tjetër banor autokton i prekur drejt për drejt nga aktiviteti kompanisë Beralb. Historikisht që kur ka ardhur kjo, unë kam pas pretendimet e mia. Kryesisht ujtë e vaditjes edhe pluhnat e rrugës. Derisa më kanë kërcënuar, më thonë të thekë prej punë, po folëm para 4 vjetëve kjo punë. Po folëm kundër kompanisë. Po, takim mos takimi, të folëm mos të folëm, nuk zgjidhem gjë. Unë kërkoj ujtë e vaditjes të jetë i pastër, dëmtimet që më janë bën bujqësi, të dëm shpërblen zotni. Toka po prodhon më tani? Toka, në mënyrën më kategorike, rreth 20% prodhon, 80% ka shu. Kam mbjell një dylim tokë, vjetë kam bën 140 kg misër. Ajo tokë që ka pa bën dikur 6 kintal, unë jetoj me bujqësi, më paktën na lënë punën tonë. Asi lloj zgjidhje pjesa më e madhe e këtij pellu është i punësor, nuk te kompania dhe fiks, kanë konflikt interesi ata. Nuk mund folën as nuk mund pretendojnë pas asgjë. Me qëllim për t'i dhënë fund kësaj katastrofe mjedisore, disa banor të zonës kanë bërë denoncim edhe në prokurorinë e Shkodrës. Në një korespondent zyrtare me këtë të fundit, na u bë me dije se në vitin 2025 është regjistruar procedim penal ndaj kompanisë Beralb dhe çështja vijon të mbetet në hetim. E me që çështja është në hetim, e ndjejmë si detyrim t'i bashkohemi banorëve me kallëzimin tonë për çfarë kemi parë, investiguar dhe dokumentuar përgjatë këtyre 9 muajve. Të ngres zërin për mjedisin nuk është më gazetari, por një detyrim qytetar. Kjo ka qenë pasuria e trashëgimi. S'ka tjetër pasuri. Nuk e di ku më jetu. Detyron të migroj për fajt shtetit, pra që këtë bëj sllav në Europë me harit së buk. Vjet turku sot e zaptohet, për para 500 vjetëve s'ka rrit marrë. Tu është i vjen na zapto me politikë. E po na ve kamën po na shkel. Nuk kemi shtet pra si po na e pas lloj përgjigjeve, po na ve kamën edhe shteti edhe turku bashkë. Na vdesin për buk. Kjo jetë se na ka lënë shteti pra. Me na shkatroi totalisht për zgjalli. Mirë mbrëma, unë jam Mimoza Afizi dhe profesioni im janë yjet, planetet është gjithësia. Të ngre syt lart ka qenë për herë pasioni im. Jo vetëm për të parë yjet, eklipset apo kometat, por edhe për të ndërruar. Sot njerëzimi po bëhet gati të rikthehet në hënë. Misioni Artemis nuk është thjesht një udhtim teknologjik. Është prova se njeriu nuk pranon kufi. Atje lart po projektohet e ardhmja jonë si specie. Do të ndërtohen stacione, do të kërkohet ujë, do studiohen burime të reja. Universi po hapet para nesh. Si profesor astrofizikës, detyra ime ka qenë të flas studentëve për objekte qiellore dhe për ngjarjet me energji kolosale. Tu tregoj përpjekjen tonë të pandalshme për t'i njohur e për t'i kuptuar. Si mike e qiellit, kam organizuar pa reshtur seanca vrojtimi me publikun dhe rinin. Çdo herë kam njohur student a gjimnazist të zgjuar, kureshtar, ëndrrimtar për t'i arritur yjet. Por shpesh, realiteti u mëson se të studiosh shkencë në Shqipëri është një pasion që jo për herë të çon larg.
se në vendin ton, zyrat janë më të shtrejta se laboratoret. TikToku duket më fitimprurës se shkolla e dija, dhe se pasuria kombëtare janë kullat e autostradat, por jo mendja, jo kërkimi e inovacioni. Ne japim thërrime për shkencën, por me thërrime nuk ndërtohet as vizion e as e ardhme. Ne jemi vetmi vend në Europë që nuk ka një observator të vrojtimit të qiellit. E pra, Kosova ka 2 të tillë. Duke mos e konsideruar dijen të denjë për vëmendje, ne nuk humbasim vetëm mundësinë e pjesëmarrjes në shkencën botërore. Ne humbasim të drejtën e një brezi për të ëndërruar. Ne ja presim krahët para se të nisen për fluturim. Unë kam bindjen se mungesa e mbështetjes për shkencën nuk është thjesht varfëri, është zgjedhje, sepse një shoqëri e paditur kontrollohet më lehtë. Misioni Artemis do të vazhdojë, njeriu do të shkojë edhe në Mars, por shumë mendje të ndritura që kemi këtu rrotullnesh rrezikojnë të mos jenë asnjëherë pjesë e kësaj aventure. Universi duket i pafund, por koha jon nuk është e tillë. Para se t'iki, dua t'ju bëj 3 pyetje. A ju ka nxitur kurreshtja të dini më shumë për pikat e ndritshme në qiell? Si quhen? Sa larg ndodhen? E pra, i kemi për natë mbi kokën tonë. Ku do ishim ne pa vendina tona? Më çudit gjithmonë me këto stilet e re. Unë lash shkollën për gjysmë të baletit. Javë shumë intensive në arenën ndërkombëtare. Kjo që iku. Po. Trump, që për çliruar ngushticën e Hormuzit, që para luftës nuk ishte kurrë bllokuar, ka vendosur ta bllokojë vetë. Seriozisht mirë që Vatikani është në tokë, se mund të bllokojë edhe ngushticën e Vatikanit. Po, një president që zihet me një pap në rrjetet sociale. Duket sikur po shef The Simpsons. Ore ne nuk e di, brezi jon çfarë nuk ka parë në këtë jetë. Ti ka ardhur vonë, ti ka ardhur mirë. Po ne, Chernobyl, komunizëm. Qa është ky tranzicion? 97, 2001, nuk di më burë, gërdet. Jemi mirë. E duhet thënë, Flor? Jemi mirë, jo, unë e mirë farë. Po të më shorë s'kam ati... Piti shumë pak syp? Ja, drejt më. Shofon që duke shtrengë. Se kuptoj pse që në këto moment. Do bëjmë shumë serioze tani, se nuk ka vend që t'jetë më i angazhuar në politikën botërore se sa ne, se sa Shqipëria. I bëjmë thirrje Koreas Veriut, ule hundën. Se qa bëjt këtu brenda Shqipërisë nuk na intereson, jemi larg pamës, shojmë për te. Dhe kemi patur reagimet tona pikërisht në lidhje me Trumpin, kështu që le të ndjekim se çfarë. Reagimet e botës. Po pra, jo të tona, të shqiptarëve pra. Po. Mesazhi i parë. Nisim me të parin imës duket ky. Pik 6194. Kanë rem dakorde të bllokojnë Hormuzin për disa muaj që të mbushin xhepat. Po si unë, ha? Duhet ta ketë vrarë kokën ti ku. Ja ku shumë Ore, faktikisht nuk e ka komplet gabim, se ne jemi mësuar që çdo lëvizje politike që bëhet për të mbush xhepat është. Nuk hapim grop pa mushi gjo. Edhe ose ka qenë ku shkryt, e ka shkryt. Shkryt e Elton Hajdari tani. Mesazhi tjetër, Elion fal. Po, mirë bën, bllokoje
tek ne në Shqipëri, shtrejtë është çdo gjë vërtet këndshëm. Në fund. Pasi kuptova logjikën, domethënë blokoje se e mora vesh qartë. Këtu është blokoje. Pa ja shpjegimin me muzikën, gati për ta dhënë shpjegimin me muzikë? Pa. Tu çdo gjë është shtrenjtë. Kështu që bllokoje. Shtrejt ajo. Kështu që bllokoje. Nuk e ka kesh në fakt. Kjo ishte me pak fjalë. Jo, sot këto mesazhe mua po më surprizojnë. Që? Janë shumë të mos e po bie mbrapsht. Të lutem, bllokoje që të mos bie mbrapsht, bllokoje. Ka dhe një mesazh tjetër që na vjen këtë herë nga Servet. Ua, si emri gjyshit tim? Servet Beqiraj. Po bie emri? Jo. Bllokoje çikse. Nuk më thot gjë bie emri. Futja e Vekinës, bëje Ashtë? Bëje ata budista Trump po King bjeri me drut budistave shpartalloj. Kuptuam që ka një probleme budistat. Është mahnice fakti se si ky njeriu beson që Trumpi do e lexoj mesazhin e tij. Është mahnice dhe trishtuese në ditën kohë që ky njeriu, siç kemi thënë herë të tjera, voton. Po. Një lloj si unë. Njësoj. Kështu që kalim ke mesazhin tjetër. Ata budistat e kanë fajin. Kush do i mjeli lopën? Pimo mile! Ky është mesazh do të Pimo mile që. Bjeri si enveristat janë ata, mos ki mëshirë, kanë vrarë shumë vajza dhe gra. Janë enverista këta? Timo mile. O Timo. Po këta njerëz që e ditin çdo gjë me enverit. Çohen ver, vdisen ver, mos u kthehen ver. Ta kanë hongër goditjen tau, atëherë kanë dalë nga koma tani dhe kujtojnë se është akoma gjallë. A kupton? Dgjoj, sa për dini, në Iran ka më shumë vajza në politikë, në akademi, në shkencë, në universitete, në mjekësi se kudo tjetër në botë. Kështu që para se të flasësh, hulli të lexume në një gjoje, me që këtë dalë të shi nga koma. Me që këtë dalë të shi nga koma. Shkëlleci, të vjen turp. Më falë. Jo, nuk lexoj Pyet ChatGPT. Kemi më mesazhe apo fatmirësisht nuk kemi më? Si e me zemra? Jo mirë. Mbau deri në fund se dhe pak kemi. Po s'mund të flisaj ashtu për ato vajzat tash të lutem shumë. Rrofshin grat, rrofshi ju, rrofshi. Me llafe kështu, me fjalë, po. Por gjithsesi ne do të ndalemi tek një histori të cilën e kemi trajtuar edhe më herët tek Piranja dhe është rasti i krushjve. Jo. Dhe vajzës 16 vjeçare që prindrit shisnin po. Kemi prap rast për të trajtuar. Pjesa 3 domethënë? Pjesa 3 është, nuk e di çfarë të them. Është botrori. Mos ma thuaj. Është më lër ta shoh. E shoh. O ti, drapsh, në ata të tu mos të më qeshin aty se unë ta dhe pagun e familjes, Ky mesazh zanori përket të njërës prej grave të ofisit Gjonaj, e cila kërcënon një person që kërkon t'i kthehen paratë e tij mbrapsht dhe të lihet i qetë. Siç mund ta merrni me mend, bëhet fjalë për martesat fiktive që kjo familje organizonte me djem të komunitetit rom, rezident në vendet e Bashkimit Evropian. Kuptohet kundrejt pagesave të majme. Viktima e parë kësaj familjeje ishte Zeneli, një emigrant nga Kosova me banim në Hamburg. Ai kishte udhëtuar bashkë me gruan dhe nënën e tij drejt Tiranës për të takuar miq të rinj dhe për të shpallur fejesën e djalit me vajzën e arbrit, njërit nga vëllezërit të Gjonaj. hajde na kohë me herë, inshallah, Allah i bashkëjesh. Pas kësaj feste dhe shërbeti që i dha mbarësit çiftit të ri, Arbri nisi kërkesat financiare ndaj Zenelit, duke i zhvatur këtij të fundit një shumë të konsiderueshme eurosh. Pa përmendur këtu dhuratat në Florin për nusen e re, e cila ishte vetëm 15 vjeçe. Më thanë duan të letë për me paguta restorantin, me kërpoj 2.000 euro t'ja qoj. Do e shtim prap Fadil Berisha, t'ja këmqua 2.000 euro t'ja. Ta të Bajram Kurban një fest, ta me duan të ka në 50 euro. Okej, Por kur familja e djalit prisnin ardhjen e nuses, papritur diçka ndryshoi. Tha që unë nisa, kom prit aty dhe në 6 ora. Është një person në telefon, digjo tha, ato e kanë këthy mrapa tha dogana. Jo, ti Arbri, apo? Po. Unë të kërkoj ty. Zenel dhe që tu i ki pro punë. Dhe sa vetave të tjerë ja ke premtuar vajzën, Arbër? Unë na shpëtosh neve, po diku do mbash përgjegjësi.
Në realitet, e gjitha çfarë treguam 2 javë më parë ishte një histori mashtrimi e organizuar mjaft mirë në të cilin merrnin pjesëtuese të gjithë pjesëtarët e kësaj familje, përfshi dhe 2 vëllezërit e tjerë të Arbrit, të cilët na rezervuan një pritje tepër agresive pas vizitës që ne ju bëm. Ajo çfarë ndodhi atë ditë dhe komgulja jon për t'i takuar, në fakt e kishte një shkak, sepse për Albanin kishin ardhur denoncime të reja. Albani 3 nuse mi ka çu fotografik WhatsApp. Shkenci, që është vllai atij, kërkoshin lek, e do një thash bollmo. Ky 35 vjeçar kishte një katalog vajzash të mitura që ja premtonte emigrantëve për martesë kundrejt shumave të konsiderueshme. Dhe pasi u merrte paratë, mbyllte çdo kontakt me ta. Kjo skem mashtrimi për te organizatorëve kishte të përfshira edhe vetë vajzat, të cilat sipas skenarit duhet të aktronin gjatë ceremonive falso që vëllezërit Gjonaj organizonin sa në një shtëpi në tjetrën. Edhe inshallah zotit e kina përhar bukën e bashkume me njëri tjetrin. Por duket që sa më shumë të gërmojmë, aq më i madh dhe i thellë bëhet mashtrimi i këtij grupi, sepse kësaj radhe na kanë ardhur 2 denoncime të reja për një tjetër vajzë të familjes, e cila siç mund ta kuptoni, i është premtuar 2 djemve të ndryshëm njëkohësisht. Na kem taku do persona aty në Shqipëri, kem dashur me Toni Nuse për djalin. Na 19 vjet e kum pas djalin. Zotëria quhet Nusret dhe njohje pas njohje kanë bërritur tek vëllezërit Gjonaj, të cilët sipas skenarit të përgatitur fillimisht kanë nxjerr katalogun e nuseve dhe më pas kanë bërë goditjen. Albani mi ka sjell fotografi, edhe kjo më pëlqej. Tani 20 vjet i ko, vajzë e bukur këtu, kemi rënë dakord, po problemi është ata na kanë trashtu, na kanë marrë 6.000 euro. Asnjë ndryshim nga historitë e mëparshme. Në fillim njoja, më pas sherbeti, euro e në fund zhvatja. Tani 1.000 euro kardë Kosomi ka marrë, do të në zonë salën, do të më bëgë gati me Bertil Nusen, 200-300 euro ja qova me Western Union, kom dokumentin e Nusesina. Kur e kem të ju Nusen, i kem dhënë do flori, do fistone që shtu në teshat nusive, që shkojnë traditat tona. Tani ma nuk u lemru në telefon, një herë u lemru. Si në rastin e Elmedinit, i cili tregon me detaje se si vëllezërit Gjonaj e kanë mashtruar. 2.350 euro ky Arboni. Ka thirra i me marrë një nusë atje për me ma gjetë nusën. Edhe më ka qu të vllavi veta, kush është ai një farafrim. Edhe nusën ma kanë bo për haj si kur ati krejt njëj. Aty mrena kur jena hite që ai afrimi, ka thonë kur vjen me marrë nusën të jepi 1.500 euro se pëmbos shtrejt salla. Edhe ja kena qita se qikës një unos arit. Edhe ka thonë hajde merrni mas 3 jave. Në rastin e Nusretit, gjërat janë bërë shumë shpejt dhe shërbeti i pirë në shtëpinë e afrimit babait të nusës së supozuar është shoqëruar dhe me hedhjen e eurove në tavolinë. Sepse kështu e do tradita. Filmove gjatë tamam, më s'kirë, më zbimore, Edhe që kjo është zakon. Ky është zakon, dakord, por a ndalet këtu zakoni? Që tash numëroj të saj? Jo, së për numëroj, ne i numëroj O i kanë Pas 3.500 eurove të hedhura në 2 ndalesa, tani vjen radha e dhuratave për nusen e premtuar. Vje telefonin, sa bolën. Ka të shona konë, sa kanë duke që kanë veni shumë kohë. Që do ki me net me Me net marrën, ej! Edhe artin Mashallah, e merë letën, kada, I sholla bëhat një katon, një kja bashori, e po fshihari. E po, na qoftë për hajër martesa. Po nusja, kur do shkoj të burri? Ka thonë hajde, lema për vitri me hongër nusja me mu vitin e ri, e kemi lënë, e kemi shku me marë nusen, jemi shku të dera, ke dera su konë aty që abanesi, si unë konë aty. Këtu duhet të qarojmë diçka. Sa po bëjnë 2-3 goditje të një pas njëshme, mashtruesit të ndërojnë me një herë adres duke u bërë të pakapshëm për viktimat që njësin t'i kërkojnë në për Tiranë. I marrëshën telefon nuk më lemrojshin, qka kam bo, qysh i kam drun, banesat, mos që më konën qëtë banes nuk e. E njëjta situat edhe për familjen Grasniqe. As na kanë qirë telefonat, as na kanë lamrun telefon, 7-8.000 euro mi kanë 8.000 euro. Plus gjalli
ju hin kredit puna dasme se na I kem raditet kur e marrim nusën me bo dasëm në Gjermani. Ata kret na kanë bo mashtrim. Si familja Gashi, ashtu edhe familja Krasniqi, viktimat të këtij grupi mashtruesish kanë pasur dëme të konsiderueshme financiare, duke u dorëzuar aty pa arritur t'i gjejnë. Kjo ndoshta edhe për një shkak tjetër. Edhe me ta mos kom pas kontakt, afrim Shqipni ato e thiri, dhe punit ka nis me kërcenum. Kanë kom shok edhe në Itali, në Gjermani, bitë në mirë, bin kështu. Dhe një lloj si Nusreti do ta postonte edhe një tjetër familje që pasi ishte mashtruar me disa mijëra euro, do të kërkonte kthimin pas të parave të hedhura në tavolinën e mashtruesve. I kena çu për mi 5-6 euro në Western Union, plus 1 euro I kena lënë Shqipni, kena çu dukat, ori, pistona, edhe na ka rrejt e krejt e dorë vojza, të I kapot 14 vjet, jo 18. Dhe për cilën vajzë bëhet fjalë do thoni ju? Vajza e Arbrit, protagonistit të parë të familjes Gjonaj, I cili nga dëshmit që kemi mbledhur e ka përdorur vajzën e tij për të tretën herë, në këmbim të eurove dhe florinve, por Behadini nuk ka ndërmend të tërhiqet dhe pasi I gjen Arbrit numrin e ri, kërkon t'i kthehen parat. Dhe përgjigja është kjo. O ti, mas mba rolin e gangsterit mu ka ona telefonit, në gjëmu, mu gangsterin me on telefonit mos ma ba, se dhe atje ku je pa shakryt e djallit qes pun. As du me ta qelë, telefonin kam qef bal për bal njerës me fol me mu. Ka shpo të thot Arbri. Por Arbri ka dhe grua, e cila ndryshe nga bashkëshorti ka një form tjetër komunikimi me ish mikun e familjes. O ti, drapsh, në ata e tu mos më qeshin aty se unë ta dhe pagun e familjes, e sa për nuset tone, unë t'i krejt të ropë të gjallë e vdek shaketi. Dhe në I rafsh dhe njerë telefonit, ka me t'jetë që I sa vdet, o ropë ka a mje, në regull, ti, bës. O, Flor, tani pas gjithë rrahalleve unë mendoj që duhet të ndrojmë faqe, duhet të ndrojmë atmosferë, duhet shkëputemi pak realitetit, gjejmë pak qetësi, ha? Ku djeshit? Ku të shkëputesh? Po të futemi në një botë tjetër. Po ç'botë tjetër? Ky realiteti në Shqipëri ka guzhduar, na ka guzhduar gjithë si Prometeu. Madje ta han mëlçin dhe këta patronazhistët muj për muj. Mirë, tani piranja jon e rrugëve. Po pra, Visuari ka marrë përsipër këtë mision të pamundur, të fus në hipnozë. Visuari në fusi në hipnozë? S'ka shanse. Ja ta provoj unë. Ja me robi. Çfarë mendimi keti për hipnozën? Po lëri këto dojna, këto gjëra mua nuk më bëjnë fare për shtypje. Ashtu? Pa do me dhesh një hipnosti, mua një... Zbët më kë. Iku. Ti hipnozë. Djeki visuarin. Jam një magjistar, merr me magji, edhe po praktikoj pak magji të rrugëve, edhe thash të pyes mos ke qef të shohësh një magji. Po më pse jo? Atëherë, do fokusohesh totalisht ke zërim dhe ke monedha, okay? Fokusohu në zërin tim, fokusohu në zërin tim. Fi! Ke qef ta shohësh? Fokusohu në zërin tim. Fokusohu ke monedha. Ndiq monedhën. Fokusohu. Jo me kokë, vetëm me sy. Fokusohu te zërim. Fokusohu. Fi! Fokusohu te zërim. Fi! Bravo, okay. Fi! Për 20 sekonda do të zgjohesh. Ku do ikësh ti? Po ikti, Ço se të morë ato.
Kush, ai djali? Ishte një kamera e fshet nga Piranja. Nuk e diu. Që asise po. Pa shika me prap. Mos ki merak. Si! Dëgjoj zërin tim, pas 40 sekondash do të zgjohesh vetë natyralisht dhe nuk do të mbash mend se çfarë ke humbur. Po, Timor. Po. Faleminderit. Ishte një kamerë e fshet nga Piranja. Dhe ja bëjmë dorë? Akoma se besohet, Shive kamera? Po le kamerën nuk më shikoj, po a djallë. Dum spero... Fi! Bravo, bravo. Jo, Igor e ti. Thjesht fokusohu te zërim. Jo, më ja, çaj Goca, ishte një kamera e fshet nga Piranja. Bëni me dorë kamerës. Si! Bravo, bravo. Gjenja po të vjetër. Si! Bravo, bravo. Çaj merr aty. Fokusohu te zërim. To lere aty ato. Fokusohu te zërim. Lere ato. Do i harroni gjithçka shumë shpejt. Jo, lere ato aty. Mirë, lere aty ato. Okej. Gjaxhi është kamera fshet, Gjaxhi është thjesht shaka. Ato kamera të fsheta? Është thjesht shaka, do më hapësh dorën për respekt? Ja dorën, se nuk është gjë e mirë që bëj. Pse, është thjesht shaka. Ku e ke kamerën? Shiko, janë dy vet atje. Si! Bravo. Për 30 sekonda Gjaxhi do harrosh gjithçka që pe. Do harrosh gjithçka që pe, nuk ka asgjë, Gjaxhi. Këto janë mashtrime. Kurdo? Ja, ja. Kur të zgjohet djali nuk do mbaj mend asgjë çka ka ndodhur, mos u shqetëso. Kë... Gjaxhi, pe gjatë djalin? Iko? Po si? Te një atë? Mori orë, mori gjitha. Hajtë telefonat të. Ka cila në Iku? Gjaxhi. Ishtan, deret. Ishte një kamera e fshet nga Piranja. E përqada. Dhe si çdo të premte, vjen ajo. Ajo? Ajo. Ajo. Pra te ku është kështu ti? Se vjen ajo. Po mirë, po vjen ajo për ne. Po. Se për piranjat janë 24 orë në 7 ditë të javës kudo. Këtu Për ju që bëni kështu pistruiqe, sidomos. Po. Kurse për ne... Po dhe ne, se ikim? Arrim këtu. Arrim. Hajde. Pse? Pse duhet ikim fundja, presim për javës tjetër. Ashtu. Themi këtu. Kujdes, piranjat kafshojnë! Që na juku në dheri, me të rënë një
errësirë në përfusha, në përkotra, për shëndenjë e kërësirë. Pra burra, hajpini parë qast, po që kallin në të herët, se e I rast. Hajpini dhe rëveni, pushti qepën, pushti arka, të pa prekju qepti dreka, milioner ju suri tërka. Hajpini